Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Me 20.226 vota, Sara Mile është një nga deputetët e zgjedhura nga më të votuarat në zgjedhjet e 11 majit. Por kjo fitore në planin personal dhe jo vetëm kishte dy anë. E para, një entuziazëm dhe një gëzim i vetë Sara Miles dhe një arritje jo e vogël në gjithë karrierën e saj, po themi profesionale dhe tashmë edhe në politik, por nga ana tjetër edhe sulme nga kundërshtarët politik nga Partia Demokratike. Si e ka përballuar Sara Mile këtë dhe cila është jeta e saj për ta njohur që kush është Sara Mile, një personazh që në vërtetë tani u bë shumë interesant në politikën shqiptare edhe pse nuk ka filluar ta konsumojë mandatin e deputetës. Unë kam kënaqësinë që në një rrëfim po themi të parë të plot përballë një gazetari, sepse deri tani ka dhënë tek tuk në një prononcim për mediat, unë kam kënaqësinë ta kem Sara Mile në Dekalog. Sara, faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit juve, po ju ka infektuar doktori me këtë Mile keqfare. Mila. Çfarë ke Mila Kunis ti? Mila Kunis, çfarë ke? Po nisi kjo. Do doja ta kisha ndonjë gjë në fakt. Mua ser që ka dëgjuar Sara Mila, më kujton aktoren e madhe të Hollywood Mila Kunis. Në fakt ajo e ka Milena Kuniskova, është ukrainase dhe ka bërë ato mbiemër në fakt i veçantë është. Mund ta tregoj se po e nisim këtu. Nuk ka ndonjë historik shumë të famshëm. Po ç'është ky Mila? Por kam përshtypjen që duhet të datoj nga jugu në fakt. Është mbiemër jugor, pavarësisht se unë jam nga Elbasani dhe familja babait atje. Më pas, siç thon ata historianët e fisit, se kemi të gjithë njerëz në fis. Kemi të gjithë njerëz në fis që merren me mbiemër dhe me rrënjët. Ato thon pastaj që për një çështje konflikti të gjithë milat kanë shkuar drejt Dibrës. Mos më thuaj që ishte konflikt politik, aman. Tani, unë do bëja mirë të ishte politik që them e kam një del, por në time sinqert nuk e di. Milat pastaj nga lëvizur në Dibër dhe më pas gjyshim është larguar drejt Elbasanit. Sara, si po ndihesh tani deputete e zgjedhur, se ke marrë akoma mandatin, si ndjesh? Shiko, do kisha dashur të ndihesha më mirë, por nuk më kanë lënë ta shijoj shumë. Tani kjo është e sinqertë. Ka lënë të shijoj shumë. Kush të lënë Shqipëri të gëzohesh më Sara? Kush është ai që në Shqipëri ka lënë të gëzohet? Kadereja thoshte. Do kisha dashur të gëzohesha më shumë. Kadereja thoshte, as gëzimin tënd mos ja trego shqiptarëve, thoshte, atyre rreth. Atë që ti ke si lumturi mos ja trego, thoshte. Jo, se për te humorit edhe për te shakas, pa diskutim që jam ende pak, ndoshta fjala e dur do ishte empir, jam ende pak e shokuar dhe jam ende pak në atë kaosin që të japin ndryshimet e mëdha. Për 2 muaj, për 3 muaj, jeta ime ka ndryshuar 360 gradë dhe nga një njeri i cili bënte jetën e vetë dhe kishte karrierën e vetë dhe një familje që nuk ishte as pak publike, për 2 dhe 3 muaj ti papritma se një person që edhe kur del në rrugë njerëzit të shohin të gjithë, duan gazetarët, ke një prononcim nga ty, unë i kuptoj dhe i mirë kuptoj të gjitha se edhe i kam menduar paraprakisht, mirë po kur të ndodh, je pak empir. Unë falenderoj shumë që zgjodhe Dekalogun, edhe pse të lehtë fare nuk e kisha, po e pej që specialiteti im ishte këmbgulja. Po, se e patëm një kështu, vi nuk vi. Në fakt, ti me sinqert Roland, unë nuk e kam as pak problem që të dalë në çdo media dhe të pranoj çdo ftesë që më bëhet, sepse edhe kam qenë prezente përpara se dilnin listat, por do kemi kohë të flasim për eksperiencën e deputetit që dua. Mirë po, pas gjithë këtij kaosi lajmesh dhe fake news, drejt emrit tim dhe një mini revolt, mund të them kështu, për shumë gazetarë cilët minimalisht nuk kontaktonin njerë me mua për të më kërkuar një CV, edhe të më thonin, ok, nuk të njoh, po të lutem lejo të njoh, dhe me kompetencë plot, shpërndanin lajme të rreme në çdo studio televizive, kjo më bëri që t'jem pak skeptike në pranimin e ftesave, por në rastin tuaj e kisha me kënaqësi, kështu që besoj do shkoj mirë. Sara, unë të them zonja Mila? Jo, Sara. Se Mile do ngatarohesh. Përse të votuan zgjedhësit, votuesit e Elbasanit? Pse të votoi Elbasani? Dhe masivisht ajo një, do të thënë, të jesh në krye të top listës më të votuarve në vend, se ti mund të ishe bërë deputet edhe me pak vota dhe nuk do të merresh njëri fare me ty. Do ishe akoma kështu unknown edhe për media. Pse të votuan? Sipas te çfarë arsye kanë patur?
Ti me sinqert mendoj që është një sasi arsyesh, pra nuk është vetëm një arsye që ka çuar në këtë fitore të madhe që me të drejtë ka krijuar dhe buj. Faktori i parë dhe në këndvështrimin tim më i rëndësishëm është fakti që unë jam një vajzë që vi pa kapital politik. Çfarë duhet të them me këtë? Unë nuk kam qenë më herët as pjesë e strukturave të Partisë Socialiste, as antare ndonjë partie, por as e aktivizuar në politik. Jeta ime nuk është lidhur me politikën dhe mendoj që kjo qasje tek votuesi, i cili pas 12 vitesh të Partisë Socialiste në pushtet, patjetër që ka edhe pikpyetjet e veta, po ka edhe ca pa kënaqësi, po ka edhe disa le të themi kështu rezerva ndoshta për kandidatë të cilët janë asociuar përkohësh me ngjyrimin edhe me logon e Partisë Socialiste, kanë gjetur tek Sara një mini opozit apo një opozit brenda logos Partisë Socialiste dhe një mënyrë të re për të mbështetur një vajzë të re e cila, siç e thonë dhe ata vetë shumë shpesh, nuk e kemi provuar. Pra, mendoj që arsye kryesore vjen pikërisht nga kjo. Që unë jam e re, e pa provuar dhe e di që është fjalë shumtuar dhe nuk do doja ta përdorja, por dhe siç thonë shumë herë ata, e pa përlyer. Në sensin e asaj që është një eksperiencë e re për mua, kanë parë dhe kanë ndjerë një lloj energjie dhe një lloj çiltërsie në kandidaturën time dhe kanë përkrahur sinqerisht dhe vetë kam qenë pak e habitur në këtë aspekt. Se do të pyesja për këtë. E prisje? Deri diku po. Pse do ta them këtë? Sepse arsyeja e dytë në fakt lidhet me atë. Do të regjia listën e votës, domethënë renditjen e votave në qarkun e Elbasanit, që ta kemi të shkruar. E dyta fakt që lidhet me këtë, edhe që nuk e kam parë as të diskutohet shumë në studio televizive kur është diskutuar rasti im, duhet kemi parasysh që në politikë dhe në analizë politike nuk mund të shkojmë a priori me një të përgjithshme dhe me një universale. Sidomos në Shqipëri, duhet që të dedikohemi kryesisht qarkut. Pra, qarku i cili arrin edhe ka dinamikat e veta, ka sfidat e veta normalisht dhe specifikisht qarku e Elbasanit është krejt ndryshe nga qarku i Tiranës apo qarqe tjera. Çfarë duhet të them me këtë? Ne e përdorim shpesh si fjali një vot me taraf. Pra një vot e cila në fakt vjen edhe për shkak të lidhjeve fisnore dhe për lidhjeve familjare që ti ke në zonë. Kjo nuk është shumë trend për Tiranën. Unë jetoj në Tiranë. Jo, është në Tiranë. Unë jetoj në Tiranë. Zonja Tabaku. Po, është një figurë politike ndërruar dhe mendoj që arsyeja kryesore vjen edhe prej kësaj. Po patjetër. Po në Tiranë është shumë më e kufizuar. Është shumë më e vështirë sesa në qarqe. Dhe absolutisht shumë më e vështirë se sa në Elbasan. Elbasani është një qark i cili familjet njihen me njëra tjetrën të gjitha, kur lidhjet fisnore janë shumë të dukshme, ato të kryshqis po, të dyja familjet e mia, qoftë nga familja ime bërtham, nga nëna dhe babaja, ashtu edhe nga familja që unë kam krijuar, nga familja Bashkëshortit, janë familje qytetare elbasanase, nuk kanë pasur as ato familje të mëdha, nuk kanë pasur as ato kurfar lidhje me politikën, përkundrazi, i përkasin një fushë komplet tjetër, që janë sipërmarrjet private, janë familje të cilat kanë një influencë në zonë, por asnjëherë të lidhur me politikën, por thjesht si njerëz të punës, njerëz cilët kanë arritur me shpatullat e tyre që të kenë çfarë kanë dhe njerëzit gëzojnë një respekt të jashtëzakonshëm për të dyja ato. Kjo patjetër ka qenë dhe një nga arsyet kryesore sepse unë e kisha menduar që në kryet herës që do t'i futesha. Domethënë baza juaj ishte familja. Patjetër, familja dhe shoqëria, nuk mund t'i kufizojmë vetëm në rrethin familjar, miqësor edhe familjar. Dhe unë e kam ditur që në kryet herës që do të kisha një bazë të mirë në start, pra në fillim. Duhet ta theksoj pak këtë, Roland. Një vajzë si unë, 29 vjeç, unë kam përfunduar studimet me medalje të artë dhe më pas kam rrugtuar si në sektorin privat, ashtu edhe në sektorin publik, kisha një jetë të stabilizuar, deri në momentin që vendosa që të hyja politikës. Po çfarë ti që këtë të stabilizuar të bëhet pa stabilizuar? E do dhe një batut si më tha një zotrim Peqin që e përshëndes. Po ti çdo në politikë tha, ti pas ke qenë dhe nxënëse mirë. Ja, ky është fiksi. Po çfarë ti pastaj kur I kishe gjëra të rregull? Tani çfarë ndodh?
kjo dëshira ime për politikë, e cila ka qenë shumë e hershme dhe ne do kemi mundësi që të ta shpjegoj më gjëra gjatë, unë vendosa që të guxoj. Dhe në këtë betejë i hyra pak detit në këmbë, sepse nuk kisha asnjë gjë të sigurt. Ama një gjë e kisha të sigurt në veten time. Madje këtë ja kam thënë pak edhe kryeministrit në podcastin ton prezantues, që unë në këtë garë nuk dua të futem si spektatore dhe as një aksesor në listë, por dua të futem dhe do të jem një faktor. Sepse e kam ditur, e kam ditur fare mirë se ajo që të shpjegova më parë do më ndihmonte, ashtu sikurse ja dija dhe ca vlera vetes në aspektin e të bërit një fushatë ndryshe. Dhe në fakt ashtu ndodhi. Ma lejon mosha, ma lejon formati, ma lejon të deri diku dhe nuk kam ndroj ta them edhe një ekonomi e cila unë e kisha personale. Pra, nuk do të kisha një vuajtje të madhe as për të printuar disa fletushka e as për të grumbulluar disa ide të mira për të bërë një fushat shumë të mirë. Dhe kam bërë një fushat shumë atipike. Dhe në fakt dua të ndalem pak këtu si një nga arsyet që ka çuar tek rezultati. Do të për fushatën, po te kjo se e nisë te kjo e kryeministrit. Tani, e di se po më dukesh mua tani ti pas ke qenë pa frenadore fare. Po. Kam qenë çik dhe vazhdoj të jem. Po, se kryeministri i the do bëhem kryeministre. Po. I the në podcast kryeministrit Rama që do bëhet kryeministri. Po si e the kështu penë ëndër kështu atë ç'u ndodhi? E kam pasur në fakt, e kam shprehur shumë e vogël, se është bërë dhe e famshme kjo. Sa vjeç ishe? 6 vjeç kam qenë. Ke thënë që do bëhem kryeministre? Ja kam thënë se time të parë, ajo më ka pyetur çfarë do bësh kur të rritesh. 6 vjet në cilin vit? Unë thash kryeministre. Ka qenë viti 2002. 2002 ti i ke thënë mësuesës tënde që do bësh kryeministre. 2002, ka qenë klasa parë. Se deri tani 33 kryeministra ka Shqipëria, po grua zonjë nuk ka. Tani ti do ta marrin tani këtë si një ambicie të frikshme, si një ambicie të frikshme. Unë kam përshtypjen në Roland që në kohën kur e kam artikuluar si dëshiras nuk e kam ditur vërtet që çfarë bën kryeministri dhe çfarë peshe ka dhe çfarë përgjegjësie. Kjo është pyetja ime, tani që e di se çfarë do të thonë. Tani të shkon në mend tani? Jo, prap dua të bëm. Prap do të bësh kryeministre. Jemi në linjë. Frena dhe dorës u punogan Saramila. Bëj shaka. Ajo që ndodh në fakt është, unë kam pasur gjithmonë një zë, Roland. Kam pasur gjithmonë një zë për të reaguar dhe kam qenë gjithmonë një vajzë që kam organizuar njerëz rreth vetes. Me shaka ja shpreh edhe votuesve të mi gjatë kohës fushatës dhe i thoja, njerëzit çuditen me mua se mendojnë që kjo është hera e parë që unë bëj fushat. Unë s'mbaj mend ndonjë vit që s'kam bërë fushat. Unë kam qenë e vogël, fushat për senatore klase, fushat për presidentët shkollët, fushat për senatore, fushat në sensin e të qenurit dhe të marrit një pozicion të mirë në punë. Kam qenë gjithmonë luftarake. Pra nuk ka ardhur më kot. Po ato kanë qenë fushata kështu sui harmoni. Kjo tani ku je futur ti, je futur në një politikë që është shumë e keqe, edhe në mos të nxin çik pis do të bëj Sara. Po, kjo është e vërtet. Se kanë filluar të bëj pis, dhe kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet, mirë po, kjo është dhe një nga arsyet pse kam vendosur që të jam politik. Unë jam i vajzë e re dhe i përkas një gjeneratë të re. Dhe dua ta besoj që së bashku me shumë kolegë tjerë që po ashtu janë dhe ata të rinj politik, se jo domosdoshmërisht në mosh, se nuk ta jep mosha kartën e të riut në politik, absolutisht, besoj se e kemi shansin, sidomos këtë herë, në një parlament i cili do dominohet për sa i përket Partisë Socialiste nga të rinjt, e kemi shansin për dhënë një mësim të mirë. Do më quash idealiste. Pa tjetër, jam. Mirë po, unë e besoj vërtet këtë, që një kast e re politike mund të ndryshoj edhe në këtë aspekt. Se mos zhgënjesh një ditë. Ndoshta, zhgënjimi është pjesë e jetës. Mirë po, unë nuk mundem që të mos guxoj ta nis një rrugë, vetëm nga frika se mos zhgënjehem. Nuk jam mësuar kështu në jetë dhe nuk jam mësuar kështu as në politikë. Ti që nga si bombër thamore, më Sara, ti pu me këto energji. Ke energji. Tani, ndalim pak se thatë që 2 shtyllat kryesore të fushatës tuaj ishin 2 familjet e tua. Të lutem, më thuaj, më fol pak për familjet e tua. Kush është familja jote e madhe, ajo e familjes prindërve, pra njerë dhe pasaj të bashkëtorët. Kush është familja juaj? Në fakt nuk janë familje që kanë ndonjë veçori fantastiko shkencore, se njerëzit mendojnë që kur ti shprehesh për familje të madhe, domosdoshmërisht duhet të jetë ndonjë principat e kaluar apo duhet të jetë. Është një familje e madhe. Si quhen prindërit tuaj? Përparim dhe Anila.
jam prindrit e mi. I përshëndesim prindrit e Sarës. I përshëndesim dhe në fakt duhet i përshëndesim se pak probleme po ju sjell Sara këto ditë e fundit, bashkë e përzier me gëzimin, ë? E përzier, po. Më duhet ta them. Çfarë do t'i thosh tani babit dhe mamit tani që sa do ta thoja Roland që më duhet ta them këtë që në gjithë pjesën post fushat e post fitore, menaxhimi më i vështirë ka qenë menaxhimi i Timeti për mos lexuar komente. Për momentin kjo është ajo që un kam si vështirësinë më të madhe. Po në Facebook, po rrjete sociale, po në televizion. Ai është njeriu më që i ndjek më shumti. Shiko, se ju nuk jeni nga Elbasani, po ata nga Elbasani që më dëgjojnë do ta dinë. Babi im është një xhaxhurs tipik, është nga një lagje e cila janë me shumë temperament, me shumë zjarr, edhe kanë shumë të vështirë të rrinë të duruar kur përgojohen prindrit e kur përgojohet fëmia jote. Atëherë më thuaj, si reagoi një herë babai juaj kur lexoi një gjë të keqe aty? Babai tim një herë i kisha vënë një barrierë, sepse unë dhe familja ime bërtham jetojmë në Tiranë, e kam shprehur këtë dhe më përpara, pavarësisht se rrënjët tona janë atje, por kushtet ekonomike në vitin 97 bën familjen time që të rente drejt Tiranës për të pasur një mundësi më të mirë për familjen. Dhe ngecëm këtu, mirë po me zemër kemi qenë gjithmonë atje. Edhe me shaka i e thot edhe me smish që i kisha vendosur një tra tek tuneli dhe nuk ja lejoja hyrjen. Sidomos në ato momentet që ishte pikërisht kur po unë ika dhe nuk ja lejoja atij se duke ditur temperamentin dhe se sa emocional është ai, nuk doja që të krijoj asnjë lloj sikleti dhe emocioni që nuk do ta përmbante dot. Dhe kur shpërtheu pastaj ky lajmi i bukur i doktor Berishës, thash unë kote izolova Timat në Tiranë e që t'i bënte votat nga telefoni, se pas kam pasur të keqen ke dera, edhe tani e morën vesh gjithë një lajm kaq të keq që në fakt më ka efektuar shumë. Sa fëmijë jeni Sara ju? Ne jemi 3 fëmijë, unë jam e madhja. Ti je madhja? Dhe ke vlla, motër? Po, kam një motër dhe një vlla. Dhe një vlla. Pastaj rrjethi familjar tjetër, xhaxhallar, halla, do të thonë është shumë i madh? Po, është i madh, po shiko. Duhet të jem e sinqertë në këtë aspekt, duke qenë se familjet tona nuk kanë qenë të përfshira në jetën publike, por kanë qenë në fakt njerëz cilët Elbasanlindët e thonë bukur, kanë parë terrenin e vet. Dhe më besoj që në një qark, po aq më tepër në një qytet ku flitet shumë, ku të gjithë merren me çdo gjë dhe ku e shohin jetën shumë të lidhur me politikën, ashtu sikurse akseset edhe pushtetin, edhe kryesisht edhe influenca dhe pushteti në qytet lind prej lidhjeve politike, familjes e të mia, të cilat nuk e kanë pasur këtë gjë, janë të respektuara nga të gjithë. Dhe këtu nuk flasim vetëm për socialist, demokrat, socialist, njerëz cilët në fis, në familjen e madhe të zgjuar, ke edhe demokrat dhe socialist? Po, madje i kam edhe shumë afër. Mund të ketë xhaxhallar të mi, të cilët mund të kenë ndodhur që më herët kanë simpatizuar një figurë Partisë Demokratike dhe mund të kenë shkuar t'ja kenë unë tani e di se më thonë, për të tjerët je sigurt thonë, por për familjen tënde mos je asnjëherë sigurt që çfarë kanë votuar. Jo për familjen time specifikisht. Flasim në princip për familjen, por unë jam e sigurt që në atë thesin e 20.000 votave, aty është familja ime dhe shumë dashamirës. Dhe në fakt Roland, për të qenë pak larg shakave në këtë moment, e kam një falënderim për familjen time të madhe dhe të vogël, sepse Timeti ja kam thënë, kjo vot e cila është dhënë për Sarën, në fakt shumë herë nuk ka qenë vetëm për Sarën. Kjo ka qenë një vot për familjen time, ka qenë një vot për atë çfarë ata kanë bërë, dhe ka qenë një vot për kontributin shumë vjeçar, cilën ata e kanë dhënë komunitet pa pritur të marrin asnjë gjë mbrapsh. Unë momentet e mia më emocionuese gjatë fushatës kanë qenë kur rendja drejt dyerve pa ditur ndonjë lidhje të caktuar, unë thjesht e bëja sepse ishte për hir të fushatës dhe ndërkohë aty dinin miqt gjyshërve të mi të ndjerë, apo miqt familjarëve të mi të ndjerë, cilët kishin pasur atribute të jashtëzakonshme në komunitet, kanë ndihmuar njerëz, kanë strehuar njerëz në kohë krizash. Dhe kur ata me lot në sy më thonin, më kujton gjyshin tënd kur po bën këtë gjë, apo më kujton gjyshen tënde,
Unë mendoj se ka qenë një vot dhe për këtë gjë. Patjetër që 20.000 vota nuk arrin që të bëhen vetëm me rrethin familjar edhe rrethin miqësor, dhe për këtë dua të jem serioze dhe ndoshta ta sqaroj një herë mirë. Unë Roland bëra diçka të bukur sepse ma lejoi në fakt edhe struktura se si drejtuese politik e shpërndau punën në qarkun e Elbasanit. Unë isha një vajzë që vija nga platforma e deputetit që duam dhe duke qenë kështu, ai nuk më caktoi një territor të caktuar në qark. Nuk isha një zonë të caktuar. Nuk e kisha një zonë dhe me të drejtë. Unë nuk isha më parë një lizun gjithë qarkun. Po, kjo të ndihmoi apo të më ndihmoi shumë, pse? Unë nuk kisha më parë një eksperiencë politike. Nëse unë do të kisha marrë vetëm një zonë, do kisha luftuar pa diskutim aty shumë për rezultatin e Partisë Socialiste me struktura të cilat nuk i njihja dhe nuk më njihnin, dhe sa javë do të isha unë që ta çoja përpara garën e do ta kisha harruar fare kandidaturën time personale, sepse do të kisha një detyrë shumë të fortë që Partinë Socialiste në zonën time ta nxjerrja fituese. Mua më dha një dorë shumë të mirë. Fakti që unë isha e lehtësuar nga pesha për të garantuar të gjithë suksesin e strukturave të Partisë Socialiste. Atë e bën kandidat të cilët kanë vite që janë Partisë Socialiste, të cilët kanë kontribuar dhe të cilët kanë vlera të jashtëzakonshme, dhe unë dua të përshëndes kolegët e Partisë Socialiste sepse kemi bërë një fushat shumë të mirë bashkarisht. Kështu që unë, duke qenë e lirshme për të shkuar në gjithë qarkun, pata mundësinë që të bëja edhe një fushat shumë atipike. Çfarë do të thotë kjo? Ngrita një strukturë Roland, e cila ishte e ngjashme me strukturën e partisë, pra me koordinator, po për çdo bashki, po për çdo njësi. Njerëz dhe dashamirës të cilët gjatë kohës u afruan edhe më tepër. Dua ta them se nuk e nisa që në start me njerëz, unë e nisa me miqtë e mi, me familjarët e mi, dhe rrugës mu afruan dhe shumë të tjerë në mënyrë vullnetare, kryesisht të rinj. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi ajo që edhe aty ku unë nuk shkoja dot fizikisht, edhe pse e kam mbredhur çdo cep të qarkut dhe nuk ka njeri që të thotë kundërtën, se vazhdoj ta kem edhe sot. Sa kilometra ke bërë? Po kilometra tani unë nuk di se vajti ardhe janë bërë pa fund dhe nuk e mas dot. Se unë edhe tani që flasim jam në fushat. Thuaj atyre stafit, bëj një kalkulim. Sa kilometra ke udhëtuar ti në 30 ditë fushatës? Shumë e bukur. Në fakt dhe duhet ta kisha matur. Duhet ta kisha bërë këtë. 30 ditë fushatës, kaq kilometra. Më ka shpëtuar. Sepse jo, ata mund ta nxjerrin dhe tani dhe më shumë mesazh do ta them unë një ditë. Sara Mila ma dërgoi. Jo, duhet. Dhe kjo tani lidhet me diçka tjetër. Ti ke bërë një organizim, unë i kam parë gjitha këto, por tani bandat ku janë? Te Berisha. Te faktori Berisha. Doli një ditë. Jo, na sqaro. Po, do ta sqaroj gjëra gjatë në fakt sepse kjo është një akuzë shumë e rëndë, do ta them këtë gjë. E kam edhe vetëm. Dhe njerëzit kanë dëgjuar vetëm akuzën deri sot, që të jemi fair. Njerëzit kanë dëgjuar vetëm akuzën. Ja ku je ti, shpjegoje çfarë ka ndodhur. Në fakt, dua që ta them këtë. Kur flasim që njerëzit ka dëgjuar akuzën, flasim për gjithë njerëzit e tjerë përveç qytetarëve të Elbasanit. Ata e din shumë mirë. Ata që e kanë parë fushatën time dhe më kanë ndjerë mua gjithkohës aty, ata e din të vërtetat. Unë prandaj jam dhe kaq i qetë për sa i përket elektoratit tim. Por po, kam një mungesë të theksuar informacioni për gjithë të tjerët, të cilët me të drejtë nuk është se kanë ndjekur fushatën në Elbasan, se nuk kanë qenë të interesuar aty, dhe papritmas del një emër nga kryetari non grata i Partisë Demokratike dhe intimidohesh. Çfarë ndodhi, Roland? Duke ta thënë edhe duke ta shpërë pak më parë. Ja, më fal ta citoj Berishën. Aty ku Sara Mila dhe Akend Balla shkojnë me anxharët e troplinëve dhe Suel Çelës, komisionerit i ngelet shumë pak hapësirë. Pra këtu është problemi, se zgjedhjet zhvillohen në kushtet e terrorit të papar politik, të karteleve të drogës dhe organizatave më të rrezikshme kriminale. Kjo është akuza që ka bërë drejt për drejt Sal Berisha. Përgjigjja juaj. Anxhari im kush është? Është kryetare e forumit të Partisë Demokratike të Gruas të Elbasanit, e cila mu bashkua mua. Anxhari im janë të rinjtë forumit rinor të Partisë Demokratike në Librazh dhe Peqin, të cilët mu bashkuan mua. E shumë njerëz të tjerë, demokrat, të cilët mu bashkuan mua. Unë sot, Roland, e kam një panoramë të qartë, sepse siç ta thash, kam bërë një mini strukturë partije më vete për kandidaturën time. Në atë grupin e madh për 20.000 votash, rreth 6.000 vota janë votat demokratësh. Dhe ti mund të arrish ta faktosh. Edhe një tabelën, ju lutem gjë. Si në ato flasim për Elbasanin mirë. Po, për qarkun e Elbasanit. Jo të diasporës. Pra, 18.066, ti thuaj që 6.000 vota? Po. Janë nga PD-ja? Po. Si? Janë votat të djathta. Si të kanë votuar? Siç edhe ta shpreha fillimisht, arsyeja kryesore vjen pikërisht nga kjo.
E para, një vajzë pa kapital politik, e cila nuk është parë majtas apo djathtas. Unë arrita të krijoj një frymë qytet. Në gjithë qarkun, fakt, kryesisht në qytetin e Elbasanit. Të jemi të sinqertë për këtë gjë. Frymën nuk ka njeri që e ndalë, Roland. Dhe unë nuk e di pse njerëzit habiten kaq shumë kur krijohet një frymë, kur kemi parë figura të tjera të spikatura në Shqipëri apo në përbot, që realisht arrin që ta krijojnë një frymë shumë. Jo, pse një antar i PD-s do të votoj ty? Çfarë ndodh? Përveç se miqësi, shok, farifisni, të cilët nuk janë të pakët në momentin që zirohet rrethja, duhet ta shprehim. Po pra, janë shumë. Dhe unë fakt mund të ta faktoj, duke qenë se nuk kisha dhe shumë kohë dhe nuk e kam të gjithë tabelën, por kam vetëm disa sa për indicje në mënyrën që se do t'ja tregoj doktorit gjitha në parlament me të sakta me koti votime. Doktor, në shtator thot Sara. Por, doktor në shtator. Doktor në shtator. Por që ta kemi doktor në shtator. Çfarë batute kjo? Por që ta kemi në fakt për njerëzit që na ndjekin edhe për juve personalisht. Zonat ku kam marrë më shumë vota përveç Elbasanit kanë qenë Peqini dhe Gramshi, ku në fakt kam pasur një grup shumë të mirë atje, të cilët i kam pasur miq që përpara kësaj gare, e që kësaj gare kanë punuar edhe më shumë shkollë, në klasë. Po, koleg, miq, rreth familjar. Në Peqin edhe në Gramsh. Po, kryesisht në Peqin dhe në Gramsh kam pasur miq shumë të mirë. Dhe dua ta them që atributi më i madh për ato vota që janë marrë atje, në faktikisht i përket atyre se sa Sarës në vetvete. Kanë shkuar ata dhe kanë trokitur kudo. Mund të thash me emra kush janë ta bashkëpunojnë këtu? Patjetër që mund t'i them, po e di pse nuk mund t'i them të gjithë, sepse kanë frikë që do harrojnë ndonjërin. S'ka problem. Thuaj 2, 3, 4 dhe kërkoj falje atyre që si përmend. Jo, mund t'i përmend sepse disa prej tyre në fakt janë edhe të asociuar me Partinë Socialiste. Janë pjesë. Unë Enon do ta përshëndesja shumë në Gramsh, Eno Zani. Eno në fakt ka qenë pjesë e Partisë Socialiste, për arsye të tija personale, pati një largim një moment, mirë po vendosëm bashkë duke qenë se isha unë këtë herë, e riktheva Enon fuqishëm në garë. Ashtu sikurse në Peqin do falenderoja shumë një mik të mirë, ai është nga Pajova e Peqinit në fakt, Kastriotin, dhe Kastriotin kjo ndodhet tani që ja rrova mbiemrin Kastriot. Okej, s'ka problem. Po Kastrioti e di mbiemrin e vet. E di Kastrioti. Kastriot Salla. Dhe Kastrioti, se tani më erdhi mbiemri. Dhe Kastrioti është gjithashtu një figurë e cila ka qenë shumë prezente në Partinë Socialiste në Elbasan. Gjithashtu për arsyet vetat në Elbasan flas për qark. Po, ky në Peqin. Në Pajov më saktë të Peqinit. Ky kishte funksion në PS? Jo. Sepse ishte larguar. Thjesht u bashkua stafit tuaj. Ka qenë dikur edhe kryetari i partisë atje. Dhe ju bashkuar. Mirë po, i është bashkuar. I paske të rejsh thasa. I tërhoqa, nuk i kam prishur punë partisë, vetëm i kam rregulluar. Po jo pra, duke i tërhequr i ke rregulluar punë. Po, kjo është e sigurt. Ka ndonjë emër tjetër? Këta të dy kanë qenë shtylla në vendet përkatëse. Mirë po, patjetër që kanë mbledhur rreth vetes edhe shumë të tjerë, kryesisht siç ta thash dhe më parë, të rinj. Ndoshta edhe të pak aktivizuar më parë në Partinë Socialiste, simpatizant patjetër, se s'mund bësh fushat kur nuk je simpatizant të një force politike. Siç ta thash më përpara, kjo fryma që u krijua në qytet, arriti të ketë ca njerëz që unë nuk e prisja. Për shembull, kryetare e forumit gruas Partisë Demokratike të Elbasanit, zonja Rudina Alla. Ka votuar për ty? Ka votuar dhe ka bërë fushat për mua. Ka bërë fushat për ty? Po pse? Ç'o ndodhi? Në fakt ishte pak e çuditshme për mua fillimisht, sepse më bëri thjesht një mesazh në rrjetet e mia sociale ku më shpreh të konsideratën që kishte për mua dhe frymën e mirë që kishte ndjer në qytet, dhe se si unë i pëlqeja si vajzë dhe si kandidate. Isha skeptike në fillim. Thash, do jetë ndonjë nga këto lojrat politike ku ti të rrëzohesh që pa hyrë. Edhe isha pak edhe ftohtë në kthimin e përgjigjes karshësaj, pavarësisht se do kisha dashur ta përqafoja për atë gjë të bukur që më kishte thënë, po i kthej thjesht një përgjigje shumë thjeshtë ku e falenderoj edhe mbeti këtu. Ajo në fakt tentonte që të më takonte, unë isha pak e stepur, derisa arritëm me miqt përbashkët që ta kishim një takim. Dhe kur e kishim një takim me njëra tjetrën, ishte sikur të ishim njohur prej vitesh dhe pati një klik edhe aty live. Ajo shprehte pak kënaqësitë e saj në lidhje me mënyrën se si funksiononte, apo më saktë si nuk funksiononte struktura e gjitha e Partisë Demokratike në Elbasan, dhe më shpreh shumë hapur, e cila do kishte dëshirë që t'i bashkohej fushatës time. A vazhdoja unë të isha skeptike. Sa të duash. Mirë, por në atë moment nuk isha asgjë për të humbur. Edhe thash,
Në rregull pra. Unë s'do hum ndonjë gjë, nëse ti bashkohesh me mua, i bie vetëm të I premtove gjë? Absolutisht jo. Edhe mund të ta Se konfirmoj. ai që dëgjon këtë, një PD-s që kalon në mbështetje të një kandidati PS thotë që nëse ti fiton, do t'ja kthesh këtë. Sikur unë të kisha ndonjë se kështu insuojnë të tjerët, që ti ke qenë drejtoresh në këtë drejtorinë e Elbasanit, e ke premtuar. Unë nuk kam pasur fare lidhje me asnjë strukturë të Elbasanit. Fare. Asnjë, as sot që flasim. Kështu që duke qenë e tillë, as nuk kisha se çfarë ti premtoja edhe nëse do doja. Pra edhe nëse do më kishte shkuar. Pyetja më e rëndësishme Sara është, lutem regjia, atë tabelën tjetër është për atë që është diskutuar dhe folur më shumë, Sara. Po nuk ma lej që ta thoja një rezultat. Po mund ta themi, do dal ke kjo. Para se dal ke kjo, se e di se çfarë është, dua vetëm të t'jap, vetëm 2 indice shumë të vogla. Po, jo, vetëm 2 indice shumë të vogla. Po, patjetër. Në Gramsh, për shembull, se pas kam bërë Gramsh, po në fakt më interesante është kjo e Peqinit, në 2 nga njësitë administrative, që unë kam marrë vetëm për referencë, në Pisha edhe në Kushov, kam qenë fakt në të dyja se kam edhe mbështetës shumë të mirë atje. Përkatësisht, Partia Demokratike ka humbur 335 vota në njësinë administrative Pishaj dhe në Kushov ka humbur 63 vota. Në të dyja këto njësi, unë jam forcë e parë, 729 vota në të parën dhe 112 vota në të dytën. Çfarë tregon se Partia Socialiste ka pasur një rritje, ndërkohë që Partia Demokratike ka pasur një humbje, përkatësisht ato që të lexova. Çfarë ndodh kjo? Votat e Partisë Demokratike i ka marrë Sara Mila. E njëjta gjë ndodh edhe në Peqin, se këtu është më interesantja. Në Gjocaj. Pse ka ndodhur? Po ja pra. Pasi të them rezultatet do t'rregoj. Ka ndodhur e njëjta gjë në Peqin, në Gjocaj. Specifikisht në 2021 Partia Demokratike ka mbledhur 1128 vota dhe këtë herë ka qenë 366 vota, ka humbur 762 vota Partia Demokratike, kur unë kam dalë forcë e parë me 828 vota, vetëm në Gjocaj. Tani, kam edhe Elbasanin, kam dhe disa referenca në Elbasan, për shembull njësinë administrative pa, por Partia Demokratike ka humbur plot 530 vota, ndërkohë që Sara Mila është forcë e parë me 412 vota. Juve mund të saktësoni se këto janë gjitha në KQZ, edhe po tjetë se duhet një analizë. Pse të kanë votuar në papër? Ndjes, ta shpjegojon. Kjo jep një përgjigje kryesore pse Berisha e ka me Sara Milën. E ka me Sara Milën se i ka marrë votat. Është shumë e thjeshtë. Kjo është banda ime. Kjo është banda në cilën ai referohet. Dhe ai e pa këtë gjë që në fushat, në fakt. E pa, ndoshta ai vetë jo, po drejtuesi politik I cili s'bën të asgjë përveç se ndoshta merrte ndonjë fjalë të tillë. Jo, do të pyes më vetëm për do të kemi kohë. Dhe siç po thoja, e ndjen që në fillim që kjo vajzë jo vetëm që do ecte, sepse fryma ishte shumë e mirë në qytet dhe ata arritën që ta përqafonin kandidaturën time, por kjo po futet edhe tek njerëzit tanë, tek simpatizantët tanë, të cilët në fakt jo vetëm që kanë qenë paknaqur dhe mund ta them edhe këtë gjë, të mërzitur dhe nga humbjet. E disi më thot një djalë I cili ka votuar gjithmonë për Partinë Demokratike, Jacksoni, edhe do ta përshëndes nga këtu. Jacksoni më tha, jemi lodhur duke humbur. Këtë herë dua të shkoj me fituesin. Dhe ishte shumë interesante, ma ka thënë edhe e mbaj mend gjatë gjithë fushatës. Nuk janë të pakt të lodhurit nga humbja dhe jo nga humbja në sensin e humbjes, por ata humbës të cilët as nuk I shohin më, as nuk I takojnë më. A do një fakt interesant, Roland, se më kujtua tani që ne bisedojmë, se ndoshta doktor Berisha këto nuk I di, po duhet I di dhe këto. Në Pallatin e Sportit, gjatë kohës që numëroheshin votat, Sara Mila që ti ke përballë, vetëm sepse unë kështu jam dhe nuk është edhe shëmtuar ta them, por më duhet ta them se shumë gjëra të shëmtuara janë thënë për mua, të djathtë të majt, çfarë do lloj komisioneri mundshëm, kam qenë e vetmja që dërgoja pak ushqimore për të gjithë, e kafe e ujë për të gjithë, sepse kjo jam unë, dhe kjo është Sara Mila dhe unë kështu kam qenë. Për numëruesit aty. Ndërsa ky zotëri, edhe njerëzit e vet, të cilët ishin numërues të Partisë Demokratike, nuk shkonte t'i thoshte dikush, a keni nevojë për ujë, a keni nevojë për kafe, po ali zoti e të tjerët, se s'ka rëndësi. Po jo, ai si drejtues pra, një neglizhencë e jashtëzakonshme, pikë pari për njerëz të strukturave, jo më për simpatizantë. Nuk ka natyrë sociale ke fjalën. Nuk kam asgjë.
Pra, lidhja midis Partisë Demokratike dhe elektoratit nuk funksionon. Tani, na shpjego këtë më të përfolur e të përfolura. Pra, në burgun e Elbasanit, me 102 vota gjithsej, Sara Mila ka marrë 92 dhe pas te vjen Luan Dusha me 3 vota. Tani, pse në burgun e Elbasanit të kanë votuar Sara, se kjo është $1 milion? Po mirë, do ta ktheja me një pyetje. Pse mos të më votonin? E zëm se ka ndodhur. Okej, të votonin, po jo kaq diferencë. Pse mos të më votonin? Shiko çfarë ndodh. Trendi i kësaj kutie, të cilën unë as nuk dua ta specifikoj fare burg ose jo, para burgim ose jo. Jo, ata janë njerëz gjithë tjerë. Po pra, për mua nuk ka fare rëndësi. Kjo është një kuti votimi. Dhe kjo kuti votimi ka të njëjtin trend me çdo kuti votimi tjetër. Pse kjo mos ta kishte? Pse këta njerëz janë larg realitetit? Po këta njerëz janë të izoluar dhe po vuajnë dënimet e veta. Ke pasur kontakte me këta? Jo. A njeh në një? Kam përshtypjen që mund të njoh disa, jo personalisht, por për shkak të lidhjeve dhe rrethit, pra njerëz të njerëzve, njerëz të njerëzve. Shoqërisë. Po, njerëz të njerëzve. Unë personalisht, se Sara, ne nuk kemi ndonjë familjar të afërt, të cilët është dëvuar ndonjë dënim. Nuk keni. Nuk kam, të cilët janë duke vuajtur ndonjë dënim. E di kur do më bënte çudi mua kjo foto? Mua kjo foto do më bënte çudi nëse unë nuk do kisha një rezultat të ngjashëm në kutitë e tjera. Atje hajde edhe flasim pak. Do ti je duke thënë që edhe tabelat e tjera janë pothuajse njësoj? Ky është një trend shumë i zakonshëm për shumë kutitë e Elbasanit, të qytetit dhe të fshatit, ku unë kam dalë forcë parë dhe ku unë absolutisht kam pasur një dominancë të theksuar. Tani çfarë ndodh? Se dua ta theksoj edhe këtë. Unë nga që jam një vajzë që vi nga shkencat politike, edhe këtë degë kam dashur shumë dhe nuk është se e kam lënë vetëm në kuadrin e shkollës edhe të asaj që çfarë më mëson mua shkolla, po kam qenë gjithmonë edhe një vëzhguese shumë e fortë e realitetit politik kudo në botë. Në fakt, Roland, edhe në SBA që flasim, është një vajzë që ti, kur një Mila Kunis, këtë e një, Aleksandra Ocasio-Cortez. Është një vajzë e njohur, ndryshe ka bindjet e mia, se ajo është ekstremiste e majt, unë jam shumë e moderuar se sa ajo. Ajo është një personazh i cili hyn tek modelet e mia në jetë, si vajza që kemi një moshë shumë të afërt, model në jetë në sensin e se si një vajzë, pa asnjë kapital politik, po pa asnjë kapital as monetar, ju fut detit në këmbë në SBA, një vajzë nga Bronxi, një situatë atje e cila vetëm diskriminim sa kishte, e varfëri po, arriti të jetë kongresmenja më e re dhe më votuar e Kongresit Amerikan. Po të shikoni se si të burgosurit kanë votuar dhe kanë dalë haptazi për Aleksandra Cortez, ndoshta doktor Berisha nuk do habite shumë, po nga që ai nuk ka shumë qejf të lexoj për këta të majtët edhe prandaj i ka shpëtuar. Dhe fjalimet e saj në dhomën e deputetëve kanë qenë fantastik pikërisht për këtë fenomen. Dhe ka pasur një përkrahje të jashtëzakonshme. Kjo nuk do të thotë që Sara është Aleksandra. Aleksandra ka riskun e vet atje në SBA dhe unë kam riskun tim këtu. Por dua të them këtë gjë. Kjo çudi e madhe. Kjo kuti votimi e cila u bë emblema e vetu habite, Sara? Jo. Nuk habit. A i falenderove? Po tani ku ti falenderoj unë? Ja, po e marr, se shumica për tyre ndoshta kanë një akses, i kanë familjarët, ti falenderoj absolutisht për besimin që kanë dhënë. Po i falenderoj këtu? Po i falenderoj këtu. Për besimin. Po i falenderoj për votat që kanë dhënë në burgun e Elbasanit. Ajo është një frym, Roland. Më beso dhe më dëgjo mirë kur unë e them këtë gjë. Ti s'ke bërë fushat ose të kesh... Po tani fushat në burg nuk isha si të bëj. Po ta kisha mundësin, do ta kisha bërë. Se kudo ku ka votues, do ta kisha bërë. Po ta kisha mundësin, do ta kisha bërë. Mendoj që deri diku e kam bërë, duke qenë se unë kam qenë një njeri për te asaj, duke qenë se kam qenë njeri që rrjetet sociale i kam përdorur ndoshta më mirë se gjithë dhe nuk dua që të kem mungesë modestie kur e them këtë gjë, ma lejon dhe mosha, do ta theksoj këtë gjë. E di çfarë bëri përshtypje te rrjetet sociale, te komunikimi yt në rrjetet sociale, që nuk kisha asnjë gabim ortografik. Do më akuzojnë tani, se ja shkruajnë, ja bëjnë, se kam dhe ca akuza kështu që ti shkruajnë këshilltarët. Sa do të shkruajnë, do të njeriu është vetë, sa do të shkruajnë, sa do të redaktojnë, sa do të korrektojnë, ti je aty. Tani, Sara, diçka tani. Se vetë doja të bëja në fakt për këtë që the ti, doja të bëja vetëm një falënderim se njerëzit më besnik që kanë pasur në këtë garë kanë qenë mësueset e mia të letërsisë. Ato më shkruanin mesazhe, se unë kam qenë një gocë që e kam dashur shumë së lëndë. Kam pasur edhe një farë prirje, tani le ta themi, dhe ato më kanë dashur shumë. Dhe nëse në gjithë këtë
pislëk të madh që është hedhur Krashimeje, kanë pasur një armat shumë të fortë qetësie brenda vetes time, kanë qenë pikërisht mesazhet e mësuesve të mi, të cilët dua të gjej moment se e di që emisioni jot është ndjekur. Do harrosh një emër, po përmendi sa. Do t'i harroj mësuesen time të parë një. Meritën. Këtë që ja kanë thënë Koxhaj. Meritës, cilës ja kanë thënë pikë parë që do bëhem kryeministre. Dhe ajo tani është në SBA, nuk është më as këtu, edhe ndoshta po e pret këtë moment. Por dhe gjithë të tjerët. Kështu që sinqerisht i kam pasur krah edhe i kam pasur shumë mbështetje. Tani, Sara, zonja Mila. Po. Troplinët dhe suelçelët na fol pak, sepse Elbasani tani është bërë ajo që është bërë dhe unë nuk dua t'i kthehem me emër të gjitha grupet kriminale që tashmë janë bërë pjesë e drejtësisë, por pyetja është e drejtë për drejtë. Tani të kanë akuzuar si njëri që e lidhur me grupet kriminale tani si përgjigjet kësaj akuze, domethënë sa njohje ke ti, cila është lidhja juaj, sa i njeh dhe pse u bë kjo akuzë, sepse ty mund ta bëj dhe penalisht këtë, ne nuk e dim këtë gjë. Tani ti sot ke këtë mundësinë që më njeh dhe më sheh. Të dukem si një përfaqësuese e denjë e bandave të Elbasanit apo ku di unë emrave që unë të them të drejtën, të kam paraqykuar. Ta them, edhe të kërkoj ndjesë. Jo, s'ka problem. Por e di ku ndryshova mendimin, ta thash edhe një herë. Kur më shkruajtje në pavarësisht se s'më pëlqeu teksti, ua, thash, kjo s'ka asnjë gabim ortografik, prit thashun se kjo nuk mund të me bandë. Tani Jo. Pa asnjë gabim ortografik, është një kapërcim i nivelit lartë. Po pse tani kaq poshtë ka rënë pritshmëria jon për deputetët që të shkruajnë mirë nga ana ortografike? Po, Sara. Nuk do ta pranoj. Jo, Sara. Nuk do ta pranoj. Po, unë të falenderoj. Paraqitja e parë e një personi është se si shkruan dhe si flet. Patjetër, unë të falenderoj. Unë të njoh ty nga brenda, unë të njoh ty. Po ti prezantohesh duke folur këtu dhe duke shkruar. Se nëse ti do shkruaje kështu si Gjon Buzuku, tani fal do thosha si Gjon. Jo akademia politike s'të merr dot përsipër, po s'të merr dot klasë parë. Ndërkohë, ajo kultura jote mua më ka habitur. Unë thash në fillim edhe mund të kem paraqykuar. Po e them këtë, por tani që krijuam një lloj, po themi, komunikimi, e ndryshova unë atë, sepse këtu fillon. Por ti duhet të lutem më shpjego lidhja jote me këto emra. Dhe unë fakt këtë pres që të ndodhin shtator. Prandaj dhe kam qenë e qetë dhe e kam thënë shpesh, madje ndoshta e kam thënë dhe në një media tjetër që gjatë kësaj periudhe ku trosnia nuk ka qenë e vogël, se do ta mendoni edhe këtë, jam 29 vjeç, e pa rrahur më përpara me jetën publike dhe pa pritmas kam një personazh si Dr. Berisha, i cili ka influencën që ka elektorati vet dhe ka famën që ka, sa ai thot famozja Sara Mila, Sara Mile më thot ai, por në fakt është famozi Berisha, i cili këtë punën e baltës e ka nisur që kur unë ende s'kisha lindur, e tani po vazhdon edhe kur unë jam bërë vetë me fëmijë. Ai ky personazh është. Dhe unë sinqerisht, Roland, nuk ka qenë në planin tim as të merrem me Dr. Berishën, edhe as me eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike, të cilët për mendimin tim kanë vite që i është prerë fatura nga elektorati vet. Kanë vite që janë aty, po në fakt nuk do donin që të ishin. Unë do kisha dashur që në parlament, si një kastë e re politike, në debatin tim politik, si një vajzë e majt që përfaqësoj Partinë Socialiste, do kisha dashur të kisha Andi Mustafajin, Tedi Koplikun, apo dhe personat të tjerë të rinj të Partisë Demokratike. Ti e duke thënë që do të bësh kryeminist edhe pa të sulmuar Sali Berisha? Absolutisht që jo. Absolutisht që jo. Le të më sulmoj për punët të cilat unë do bëj apo nuk do bëj. Po të më sulmoj në tymnaj se shkon dhe humb vota atje si një dështak kronik tashmë, ky nuk është faji im dhe nuk është përgjegjësia e Sarës, se Berisha ka bërë dhe ka përjetuar një disfat të jashtëzakonshme në qarkun e Elbasanit. Do ta them edhe këtu një batut që ta kuptosh deri ku ka shkuar në fakt e gjithë tymnaja që ai ka ngritur për mua, ku një miku tim, demokrat, me shumë vite, me shumë rënjë, i pandryshuar në bindjet e tij, i thoshte një miku tim tjetër, demokrat, por që vendoset votonte për mua këtë herë, e i thot, arsyeja pse nuk fitojmë ne, është ajo mikesha jote, është Sara Mila. Se shkoi Sara Mila edhe i vodhi
ato votat dhe prandaj ka humbur Partia Demokratike. Domethënë deri këtu ka arritur të perceptohet të një pjesë të mirë të publikut ajo që ai bën. Do të thotë që ja ka arritur me të vetët. Unë e kuptoj që diskursi që ai ka ndaj Sarës nuk është për Sarën, është për elektoratin e vet, për t'i thënë që çfarë të bëj unë tani, se ja nga që janë këta, po mos ishin këta. Doktor, ke humbur 200.000 vota në të gjithë Shqipërinë. Nuk ta ka fajin as Sara, as të rinjtë të tjerë në politikë, cilët kanë filluar që të guxojnë se ndodhe diçka tjetër. Po të shkosh dhe të takosh njerëz në rrugë sot, ata gjithë do të thonë, aman të dalin të rinj, aman se me këta të vjetrit, aman, dhe kur ky i ri ju guxon, po jo ky i ri. Po si jo ky i ri? Domethënë kush pritet që të guxojë më? Okay. Sa mesazh jep? Okej, do bëjmë një ndërprerje publicitare, publicitet, kthehemi sërish në studio. Një falënderim për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur, transfero shpejt, gjithmonë më shpejt, kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimi Manigram, risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbimi Manigram në çdo zyrë dhe agent Akinvest do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës së shorteut që do të zhvillohet në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra, në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni me njerëz si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, sapo të kryeni transfertin e tretë ju kualifikoni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Manigrama Kinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Faleminderit edhe një herë Manigrama Kinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Zonja Mila, mund të më thuash se nga Sara tani zonja Mila tani? Jo, Sara. Ke ndryshuar statusin. Më folë për familjen e madhe, më folë pak për familjen e vogël. Kush është bashkëshorti im? Bashkëshorti im, do ta përmend shemër mbi emër, ai nuk i ka shumë qef në fakt këto dalje publike. Nuk janë. Po në fakt Aleksandro Bardhi, quhet bashkëshorti im, kemi dhe një vajzë, 2 vjeç e gjysmë, Krena. Ta gëzoj emrin dhe shëndet këtë të jetën. Shumë faleminderit. Shumë emri i bukur, Krena. Ti e ke vendosur besoj. Unë ja kam vendosur, e gjete. Potente je. E gjete. Tani bashkëshorti kur i the që unë do bëhem kryeministe, ja the kështu përpara se të martohesh? E ka ditur ai. E ka ditur. Kur i the që do kandidojnë në Elbasan. Ai e ka ditur dëshirën time, po edhe ai kam përshtypjen është e grupi njerëzve që menduan që nuk do ta guxoja. Domethënë ekzistonte si dëshirë dhe ishte pjesë e atyre ëndrave të mia, po duke qenë se Rolandu nuk kam qenë e përfshirë as në forume të rinore të partive politike. Do thuash ti pse? Kam qenë pak e stepur, mendoja gjithmonë që po nuk e di si do jetë, si do perceptohem, çfarë do ndodhi me mua, edhe para gjykimet që dëgjoja rreth e rrotull. Jo, tani dhe unë këtë po kuptoj që si do futesh ti në vath. Sot që flasim, mendoj që kam bërë shumë gabim, sepse do duhet isha aktivizuar që shumë më herët. E kam ndjerë një mungesë gjatë kësaj periudhe të fushatës për perceptimin dhe kuptimin tim përgjithshëm për strukturën, mënyrën se si funksionon. Me çfarë merret bashkëshorti juaj? Ka një supermarket private. Nuk ka asaj kur farë lidhe në Elbasan, në Tiranë edhe në Durrës. Të mbështeti gjatë fushatës? Patjetër që po. Tani ky vendimi për të futur politikës momentin që ti je familjare nuk është më vetëm vendim personal, është një vendim që diskutohet në familje. Si e ke bërë me vajzën vogël në fushatë? Ku e le vajzën? Kam pasur shumë ndihmë të dyja mamat respektive, cilat gjithashtu i falenderoj, po. I kam pasur ndihmë, mendoj që pa një sistem të mirë suportues, nuk do ta kisha marrë. Tani kur doli ajo tabela ti që ti fitove aq vota dhe e kuptove që u bëre deputete. Me ke ndave atë gëzimin e parë?
Me gjithë njerëzit që ishin aty në fakt që janë kryesisht i gjithë ekipi im që ka punuar për Elbasanin. Tani lere ekipin Sara, po them me bashkëshortin. Me ata kam qenë ishte dhe bashkëshortja aty. Po, ishte dhe bashkëshortja aty, edhe pse po qëndronte shumë në cep se unë kisha shumë media rreth rrotull dhe ai nuk ka dëshirë. Dhe nuk u përqafuam dot aty në rrësit e njerëzve. Po, mbrapa. Pastaj u përqafuam. Përqafohemi mbrapa. Ka qenë e tillë situata. Në fakt, Roland unë e prisja, që unë e kam artikuluar dhe e prisja që do dilja mirë, unë e prisja që do isha që në fushat, deri diku dhe kjo. Dhe kjo, edhe kjo. A intuita e femrës. Bëshaka. Gjatë kohës që unë isha në fushat dhe ndjeja një lloj mbështetje e cila në fakt rritej ditë pas dite. Se unë e shikoja në takime, e shikoja të njerëzit që vinin, të njerëzit që afroheshin. Dhe duke qenë se si ta shpreha dhe më parë, dhe këtë mund ta konfirmoj, çdo qytetari i Elbasanit, dhe për këtë e them me shumë vetbesim, që nga një frym shumë e mirë që u krijuar në qytet, dhe ku unë papritmas mora një lloj afirmimi nga pjesa më e madhe e qytetit, ndoshta realisht edhe tek ata që mund të mos më kenë votuar. Unë sot nuk shkoj dot edhe të bëj një pasqyrim të saktë nëse kush ka votuar, kush më votoi dhe kush jo. Dhe mirë, megjithatë ti e di pak. Mirë, po pak a shumë po, patjetër. Mirë, po unë kam të sigurt që kam dhe ata njerëz të cilët nuk e kanë votuar kandidaturën time, absolutisht shumë mirë. Absolutisht shumë mirë. Qofse dikush nga ata do të vijë si deputetët kërkojnë ndihmë. Patjetër. Do të thonë Sara Mila, ju që nuk e keni votuar, mund t'i shkoni ta takoni. Patjetër. Ti kërkoni zgjidhjen e një halli larg qoftë që mund të keni. Dhe Sara do të ndihmojë juve. Edhe ata që kanë votuar Partinë Demokratike. Po pra, edhe ata që kanë votuar Partinë Demokratike, ata Partia Socialiste, ajo është pa diskutueshme. Sara, tani vim te ajo kryesorja. Tani si ke marrëdhënie me kryeministin Rama njëherë? Kam marrëdhënie të mira si çdo kush nga ne që jemi të rinj. E kam takuar kur kemi bërë mbledhjen e parë me deputetin që duam. Se unë fakt dua ta sëroj edhe pak të Roland, nëse kemi dhe kohë për ta sëruar. Po, patjetër, ke kohën tënde mos ki fare merak për kohën. Se unë flas çik edhe pak kështu nga natyra. Jo, ç'a thua Sara, ku flet pak ti? Jo, por me të vërtet, edhe kjo pjesë mua më vjen keq që nuk artikulohet në media apo dhe në diskutimet në studio televizive ku bëhet fjalë për kandidaturën time. Shprehen shpesh nga doli kjo vajzë. Nga doli ti? Kush është kjo vajzë? Jo, nga doli ti, Sara? Që se njas njerëz të vet. Tani nga doli. Sara doli nga platforma deputetit që duam, që ishte një platformë të cilën nuk e iniciova unë. E iniciuan të tjerë dhe unë thjesht pata besimin edhe shkova. E di pse pata besimin? Se shumë njerëz janë skeptik dhe edhe vetë isha pak. Mirë, po kisha besim sepse pikërisht në 2018 për shkak të një proteste studentësh e cila u bë e për masave të mëdha, ju besoj e mbani mend mirë, kryeministri Rama dhe qeveria atëherë iniciuan një portal për gjithë studentët ekselent që të kishin mundësi që të çonin aty si vin letrat e rekomandimit apo se nuk e mbaj mend edhe mirë se cilat ishin të gjitha kriteret dhe të kishin një shans për të filluar punë në administratën publike. Dhe atëherë nuk e kam besuar fare atë platformë. Edhe thoja kjo është thjesht një truk politik për të mbushur mendjen ca njerëzve që në fakt ishte perceptimi. Se dhe perceptimi ishte i tillë. Po unë aso kohë isha në sektorin privat edhe kisha dëshirë që të shkoja drejt administratës publike. Gjithmonë e kam pasur. Mirë, po s'kisha gjetur. Po pse ta lë sektorin privat kur ti ke një mirëqenie dhe shkon në shtet? E di pse, sepse nuk ndihesha sikur përkisja. Unë isha pjesë e medias. E bëja mirë atë punë, por nuk mendoj se ishte vendi im. Pra, nuk çohesha çdo ditë. Dhe për këtë karrierën tënde, po kjo është shumë interesante. Nuk çohesha çdo ditë. Deputeti që duam dhe ti aplikove te deputeti. Dhe këtë do thoja, duke qenë se unë aplikova te ky studentëve, dhe unë mora një punë shumë të mirë në administratë publike tek shërbimet qeveritare. Kam filluar si specialiste atje. Pas ka qenë afër kryeministrit. Po, kam qenë afër, po e kam të sigurt që patjetër, sepse në për aktivitete ne kemi qenë, por nuk ma do mendja që kryeministrit të mbaj mend Sarën në asaj kohe, sepse ne aty kemi qenë një staf shumë i madh. Merresha me organizimin e eventeve qeveritare, edhe tek samitet, edhe tek takimet dy bashkë shumë bashkë. Unë përgjithësi i kam qenë të gjitha këto. Ç'a bëj konkretisht që unë mbaj mend që diku atje ka qenë Sara? Unë kam qenë përgjegjësia e eventit, e zbatimit të eventit. Çdo gjë që lidhet që nga ana teknike deri tek ana. Kush ishte eventi më i rëndësishëm që ti ke organizuar?
Kam përshtypjen që përveç se të dyja këtyre summiteve që u bën Open Balkans, që ishte një iniciativë e kryeministrit Rama, mendoj që më rëndësishmja ka qenë një ministerial i cili ishte në kuadër të faktit që Shqipëria mbante karrigën e kryesuesit të OSBE-s. Ajo në fakt ndodhe në një vit në cilin ne ishim në pandemi dhe ne ishim përgatitur një vit me radhë për të bërë një aktivitet shumë të madh në Tiranë, të cilin nuk arritëm do të ta bënim fizikisht, por neve jo. Ka qenë më herët ajo. Por neve arritëm që ta, po është më herët. Ne arritëm ta organizonim në Zoom online, u lidhëm me rreth 600 a 700 user në gjithë botën. Unë kam qenë menaxhuesja e situatës, por po ndonjë aktivitet tjetër larg këtyre nga këto më social, më publik. Të gjitha. Të gjitha, se nuk di të them, të gjitha. Mirë po, patjetër që aty ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme pune. Unë më pas lëviza nga i pozicion dhe shkova tek shërbimi social, sepse atje u hap një vend drejtues për të drejtuar një drejtori, po, me konkurs. Dhe duke qenë se e shikoja veten, unë jam një natyrë që nëse qëndroj më shumë se 3 vite në një vend pune, e ndjej pak atë nevojën për të lëvizur. Po tani që do jesh 4 vite deputete, si do bësh ti? Po, ka shumë dinamizëm kjo puna deputetit. Nuk mendoj se të lë që të mërzitesh. Dhe shkova, garova atje dhe këtë pozicion mbajta në fakt deri në momentin nga ai moment pastaj. Dhe këtë do thoja, jo, nga ky moment 3 vite qëndrova si drejtoresh dhe unë tani dhash patjetër dorëheqjen sepse isha pjesë e kësaj gare. Këtu do dalë ke deputeti që duam, duke qenë se ishte një platformë e ngjashme. Pra, unë e provova një platformë dhe më garantoj një vend pune dhe më krijoj një karrierë. Dhe kisha besimin absolut që dhe kjo platformë tjetër do funksiononte. Nuk shkova tek deputeti që dua me pikpyetje. Pikpyetja ime vetëm ishte, a dua unë ta bëj këtë gjë në këtë moment? Pse e them këtë? Sepse unë jam një natyrë që nëse do t'i futem diçkaje, do t'i futem në 100% e saj. Dhe unë nuk bëj punë kot. Dhe e dija që do shkoja ke deputeti që duam dhe do më duhet të dilja në mos më e mira, ndër më të mirët. Dhe si dole? Dhe në fakt ashtu ishte. Ne kemi qenë 700 aplikant tek deputeti që duam dhe unë kam qenë një nga 30 personat e përzgjedhur të cilët ishin në lista. Kush e përzgjodhi? Bordi i platformës së deputetit që duam. U kryesua nga ministra e shtetit për rinin dhe fëmijët, nga Bora Mozhaçi. Ajo në fakt ishte, duke qenë se dhe ajo vetë kishte dalë nga platforma, ishte besuar asaj menaxhimi në tërësi platformës, aty kishte dhe antar shumë të respektuar si zonja e Viskushit, cilën sot e kam edhe kolege në qarkun e Elbasanit, zonjusha Romina Kuko, ishte një ndër të tjerët, Lart Kola, një figurë shumë e spektator e Partisë Socialiste. Këto. Ky ishte bordi kryesor i cili merr edhe me kandidaturë. Sara, kur të vinë të mirat hapu derën. Tani fito këtu, fito këtu. Unë nuk i besoj fatit për punës, në fakt. Jo, patjetër që fati i vjen atyre që punojnë fort. Fati është me më të mirët. Nuk është asnjëherë. Po jo, po konkurove te shërbimi qeveritar fitove, konkurove te puna sociale fitove, te deputeti që dua fitove, deputeti tani. Roland, unë nuk jam humbse. Do më thënë, e di që unë tani që dhashtë intervjit dhe thash këto gjëra, ke frikë nga gjithë të mire që të do vinë tani komentet edhe shisi shetë mënd kjo, shikjo egoiste, shikjo mëndje madhe tani. Unë në fakt dua që t'jem me vërtet dhe për shumë vajza që më ndjekin e që sot ndoshta shoh një model të konë. Modeli është i tillë, guxoni dhe ndiqeni ëndrrën tuaj dhe mos e vrisni mendjen fare për asnjë lloj paragjykimi dhe për asnjë lloj fature që vjen. O më ka ardhur mua një faturë shumë e madhe, o nuk do t'i vi dikujt tjetër kaq e madhe. Kështu që guxoni dhe njihani të mirat vetes tuaj, sepse kjo është të fillosh mbar atë punë që ti di të bësh më mirë. Gjëja që unë di të bëj më mirë është t'ia di vlerat dhe pikat e forta vetes. Tani, Sara, kam një pyetje që, okej, se ju thatë, unë kam qenë pjesë e organizimit shumë të mirë. Po. Me Arbian Maznikun që e kishit shefin tuaj. Po. Se ju thatë që unë Më të mirin. Më të mirin? Po. Ke fjallë më të mira? Pse? Qa bëri Arbian Maznikun? Kam përshtypjen, pikës parë një herë, krijoi një skuadër shumë të mirë dhe shumë gjithë përfshirëse. Dhe këtë dua ta them. Po fakti që s'ishe nga Elbasani fare? Në respekt,
as nuk ka të bëj fare. Unë kam përshtimin Nuk i krijoj probleme? po të pyesni sot drejtuesin ton politik, Arben Maznikun, besoj që di për Elbasanin më shumë se sa shumë qytetar nga Elbasani. Ai është i veçantë në këtë lloj, ju ti e ke pasur edhe në studio, kështu që kam përshtypjen dy ta kesh dëgjuar gjithë informacionin që ai e ka shumë të mirë për Elbasanin, sepse është natyra e tillë që ka një eksperiencë të jashtëzakonshme. Pse i besove atij? E para, sepse unë e kisha ndarë që në fillim tek deputeti që duam që do t'ishte Elbasani, vendi ku unë do të shkoja dhe do të kandidoja. E kisha ndarë që në fillim këtë me mendjen time, duke ditur pikat e mia të forta në atë qark. Dhe e dyta është sepse Mazniku ka arritur që të krijojë një skuadër aq gjithëpërfshirëse, sa që është dhe një nga arsyet sepse rezultati i Elbasanit këtë herë ka qenë fantastik. Dhe këtë e them me sinqeritet. Pra ka gërshetuar shumë mirë ata që kanë eksperiencën në Parti Socialiste, ata që kanë qenë kontribues me figura po të Parti Socialiste, po të paprovuara më përpara, qoftë në parlament e tjerë. 80% e listës fituese jemi të rinj, po dhe të listës garuese në fakt. Kështu që mënyra se si i ndau punët, zonat dhe se si organizoi të gjithë fushatën ishte jashtëzakonisht e mirë. Unë e di që ai vjen nga një eksperiencë jashtëzakonshme në qarkun e Tiranës, ka qenë gjithnjë i përfshirë në zgjedhjet. Mirë, unë këtu po flas për rolin e tij organizativ në fushata. Dhe e kisha ditur dhe e kisha pritur që do të kishte një rezultat shumë të mirë si drejtues dhe në fakt ashtu ka qenë. Ne kemi një komunikim shumë të mirë me të, shumë të lirshëm, e kemi një komunikim kolegësh në radh parë dhe kjo mendoj unë është shumë e rëndësishme për gjithë energjinë e mirë pastaj që krijohet. Tani më ngasmo me pyetje, o Sara, po pse me Partinë Socialiste, po pse shkojmë me PD? Edhe atë të kisha bërë tani. Edhe atë të kisha bërë. Atë ka shkuar në ndërmendje? Asnjëherë. Asnjëherë? Po pse me PS-n? Ka ndonjë arsye vetë? Shiko, mendoj që edhe këtu ka një sër arsyesh. Mirë, po e gjitha lidhet. Apo shkove ande nga fitoni? Shiko, e gjitha lidhet jo me Partinë Demokratike për vlerat që Partia Demokratike ka apo duhet të ketë, por me figurat e Partisë Demokratike. Nuk shoh të më përfaqësojnë dhe nuk shoh të kenë bërë më shumë mirë se sa keq. Familja jote ka qenë majt? Ne kemi qenë simpatizantë të Partisë Socialiste, gjithmonë nuk kemi qenë as të antarësuar dhe as shumë aktiv. Po thjesht mbështetës? Kemi qenë thjesht mbështetës të thjeshtë. Dhe ti vazhdove traditën e patjetër që familja ndikon. Kjo unë jam askushi për të thënë kundërtën, mirë po duke qenë edhe një vajzë që kam pasur qef politikën qyshërët dhe duke parë dhe gjithë dinamikën e politikës në Shqipëri, unë mendoj se Partia Socialiste është vetëm një forcë progresiste dhe që patjetër ka gabime, patjetër mund të bëhet edhe më mirë, mirë po ka një forcë transformuese dhe ka një vizion për të ecur përpara. Ka një model të Partia Socialiste që e kishe kështu? Si më thonë këtu zonja dhe tjera ose vajza, që për shembull më pëlqente shumë, thoshte njëra, Mimi Kodhelin e doja shumë, thoshte, ma duhet bëshja si Mimi Kodheli. Ti kishe një kështu? Është në fakt shumë figurë e respektuar. Shiko. Jo, që i tjetër ti, s'është thënë kishe Mimi Kodheli. Mund të kem pasur në periudhën ndryshme. Jo, e di pse nuk dua, Roland, e di pse nuk dua ta them sepse mos e ke deputet aty në krah? Jo, absolutisht. Nuk i kam unë këto komplekse. Vetëm këto komplekse nuk kam. E di pse nuk dua ta them sepse ekziston një presion i jashtëzakonshëm për ne figurat e reja në përgjithësi, për të asociuar me emra të tjerë, të rëndësishëm, por sidomos me liderin. Edhe kjo pastaj na kthehet në një bumerang tek të gjithë ata që i marrin këto copza rrëfimesh nga ne, i transformojnë si do kokra i shefit, edhe lind aty me këtë ndodh edhe me ne që e bëjmë këtë, lind aty një armat e re sharjesh ofendimesh. Mirë po, duhet ta them dhe këtë. Në përgjithësi, unë si vajzë nuk kam ecur me shumë modele në jetë. Pra, nuk kam idhuj të caktuar apo të them ty sot qoftë në politikë ose jo emra të caktuar. Unë mundohem që nga secila figurë të përthith atë që më duket më e mirë. Mendoj që edhe në politikë, edhe në Partinë Socialiste, do jem një miks i disa figurave, do jem Sara. Nuk besoj se do shikoni nuk do shikoni një figurë të ngjashme apo të krahasueshme, edhe duke thënë ja u bë dhe Sara. Tani më thuaj pak lutem për armikun tënd politik në qarkun e Elbasanit të moralizoti. Ai që do na hante. Pse kështu tha do të hante? Do ju haj për zgjallje, tha. Në ato momente ti u friksova besoj. Sidomos unë. Ti ke qeshur? Unë u friksova shumë se ja kam bërë këtë batutën. Apo fërkove duar the tani e hengri ky. Shiko, Roland, për të shakas, mua më erdhi shumë keq nga ajo deklaratë.
më dha një energji shumë negative, sepse unë isha në sprintin tim, unë isha në një garë që ishte gara ime e parë politike, edhe pa diskutim që i gjithë ky rrugtim edhe sot që unë flas me ty, ka doza idealizmi, të cilat shpresoj mos më vdesin rrugës. Mirë po, këto janë tash nga unë dhe unë i kam, dhe tani një vajzë kaq idealiste, me kaq qef, ka hyrë për të bërë një politikë ndryshe, me këtë energjinë që dhe ti ma the, dhe del një zotëri atje, i cili në sytë e mi ishte një zotëri nderuar deri në atë moment. Edhe del atje dhe thot, neve, ju do t'ju ham për zgjalli e 1 milion gjërat e tjera, tha dhe një gjë të bukur. Hajde tha, foli tani ti doktor, tha se ty të kanë frikë. Se tha dhe këtë, mbas kësaj. Po duhet ta kesh ndjekur se është bërë famshme. Kam ndjekur me. Dhe ti u gëzove nga kjo apo çfarë ndo? Jo, nuk u gëzova. U mërzita. Jo, u gëzove në kuptimin që me këtë që tha se ti fitojnë pikë ne umin Ne rezultatin e kemi ditur që në fillim. Ata janë përtac kronik. Nuk dalin. Partia Demokratike. Se nuk dilte të Po moralizotin? nuk dalin, nuk takojnë njerëz. Të moralizotin nuk takon dhe njerëz? Nuk i takojnë dhe nuk bëjnë fushat fare. Madje do të them një detaj që do të duket batut, po në fakt është shumë e vërtet. Kam qenë ndoshta 5-6 ditë përpara ditës së votimeve dhe kemi qenë në darkë në mbrëmje mbledhur me atë që se po flas dhe unë si politikane e vjetër me shtabin elektoral, me grupin tim miqësor dhe familjar në fakt, se kryesisht ishin ata që më ndihmonin. Edhe thonë more, ne si kemi parë fare këta të Partisë Demokratike dalin, po do kenë ndonjë surprizë këta. Do të thënë ne gjatë gjithë kohës po mendonim tani këta kanë zgjedhur një strategji që nuk kanë qenë të dukshëm. Pra, nuk kanë dalë të bëjë fushat hapur, nuk kanë trokitur demder, dhe ne, kur të numërojnë votat, ne do surprizohemi. Mua të moralizotin më thoshe që s'kan kohë marrë frymë, thoshte. Po, dhe e pe besoj se sa kohë kishte pasur nga i gjithë rezultatet. Dhe ti po thuaj që të moralizotin nuk dilte fare në fushat? Ata, nga i pari, tek i fundit, se nuk duhet ja faturoj vetëm ati. Jo, unë duhet bëja një pyetje kështu, ore, u ndërthurët ndonjëherë në njësi, në një fshat, në një glagje. Asnjëherë. Po që duhet ndonjëherë që ishit bashkë? Asnjëherë. Del ky zotëria, Blendi Himçi sot, se është bërë si Sherlock Holmes, si shkon atje dhe do kapi votat e vjedhura dhe shkon atje thot 3 flet pavull, thot. 3 flet pavull, do të thënë bëhet gjithë ajo për 3 flet pavull, cilët janë brenda çdo gabimi njerëzor. Edhe një flet tjetër pavull, Sara, nuk është mirë. Po, e keni lexuar rregullarin e KQZ-s? Është brenda çdo gabimi njerëzor, 3 flet pavull, se di çfarë do ta them unë këtë çështjen e vulës. Ja ta them unë këtë çështjen e vulës. Shkon komisioneri që është atje, shkon tualet komisioneri. Merr vulën me vete se nuk do që të abuzohet me këtë çështjen që të shkojnë dhe të vulosin tjera. Dhe shqiptari nuk pret që ai të kthehet. Edhe e merr dhe vazhdon. Edhe të su bëname, ja, ta them unë, këto janë ato votat pavull. Patjetër. Patjetër, dhe hajde dhe ta shtrëngojmë, por tani, në gjitha ato vota, të dalësh atje për 3 flet, sidoqoftë, dhe del ky tani në emision, sa e kam ndjekur, sa mi dërgojnë, edhe thot, kush është, thot, kjo Sara Mila, thot, unë, thot, aty kam qenë, thot, edhe nuk e njoh, po ti ku ke qenë, o Blend, ti ku ke qenë, se unë ty nuk të kam parë, dhe qytetarët nuk të kam parë fare, u bërë protagonist, pasi mbaruan, si kur ka shko, sa po hargjon sot, për të rendur drejt atyre fletave pavull që thot ai, apo trenit bulgar, apo ku di unë, se çfarë thot ai, sikur kaq kohë ti kishte kushtuar votuesit Partisë Demokratike, unë të siguroj që do kishin dalë pak më mirë se ç'kan dalë. Ne 9-ën po prisnim, 10-ën e dhuruan ata. Ishte surprizë. E dhuruan ata? Dhuruan në sensin e mos bërit asnjë lloj pune. Të moralizotit pas ka dhuruar të 10-ën. Tani, kam një pyetje të tillë, Sara. Okej, politikanët kanë qelluar me baltë dhe e the vetë këtë, e komentove vetë, po ka pasur dhe gazetar dhe analist. Një prej tyre ka qenë Andi Bushati. Ti ke bërë një reagim, ai ishte shumë i gjatë madje. Po. Po unë do të pyes përsëri sot. Çfarë do thuash Andi Bushatit nga ky studio? Do ta njohësh shumë mirë se kush është Buallica, Andi. Do ta njohësh në shtator në punë të parlamentit. Aty ai do ta njohë dhe po e pati guximin pastaj për të bërë mea culpën e vet, unë do ta kisha vlerësuar. Ti po i kërkon që ai të kërkoj falje? Unë kam përshtypjen se nuk ka më vlerë të kërkoj falje. Se falja nuk kërkohet, duhet dhënë vet. Ajo është falje. Këto faljet që kërkohen pastaj janë çfarë janë.
Sara, si e shikon Partinë Socialiste, sepse ka ky mandati 4, duhet të them tani që nuk është i lehtë. Patjetër. Është një pushtet, super pushtet. Patjetër. Është një mandat, nuk e di se çfarë do provoni ju në mandatin e 4. Një përgjegjësi e jashtëzakonshme. Pak dhe friksuese. Je friksuar? Për mua si vajzë e re, e cila futem për herë të parë në politik dhe me një herë partia në cilën unë tashmë zyrtarisht bëj pjesë ka kaq shumë mandate, mendoj që për gjithë ne, për të qëndruar me shumë këmbë në tokë, duhet të jetë edhe friksuese. Sepse është një fije shumë e hollë në mendimin tim që ndan të qenurit i përgjegjshëm dhe të qenurit me këmbë në tokë për këtë rezultat historik dhe të shkëputurit nga realiteti. Sara, mos na çmendeni. Se me 83 vota ti, Unë besoj 83 mandate ti shqiptar të çmend. Unë besoj që nuk do të ndodhi kjo gjë. Dhe një arsye kryesore, e di pse, një arsye kryesore unë ja vendos edhe faktit që jemi kaq shumë të rinj në parlament. Ne jemi në pasionin e fillimit, jemi në fillimet e dashurisë. E ke parasysh si funksionon. Je i gjithi aty, kokë e këmbë, par majtas dhe djathtas. Je po pa frenadore, Sara? Dhe ne jemi të tillë, dhe unë besoj dhe shpresoj se do të jemi të tillë, dhe mendoj që pikërisht ky numër prej 54 mandatesh të reja, por 39 të reja që nuk kanë pasur asnjë funksion të lartë publik më parë. Si ty personalisht? Po si unë personalisht, ne jemi 39 deputet të cilët nuk do jemi aq me këmbë tokë sa që mendoj që edhe ndonjërin që mund të shkëputej do kemi fuqi që ta marrim. Tani Sara, dikush është problemi kryesor në Partinë Socialiste është që duket si një repart ushtarak, urdhë si urdhë. Nuk është e vërtet. Ja, prit se frenadore në këtë moment do keset në shtator, doktor në shtator mbaron ai. Ja, the Berishës ato. Po mbaroj. Problemi se ju jeni në qeverisje. Dhe aty është një repart ushtarak që gjithë thonë urdhon si urdhon. Tani, pyetja ime është e drejtë për te. Sara, do kundërshtosh në një gjë aty kur nuk të duket e drejtë? Se ky është basti yt. Po. Në fakt ma kanë bërë shumë veta këtë pyetje. Do ta shtelloj në dy aspekte. Pikë parë një herë, kjo doktor në shtator do të jetë për aq kohë. Slogan, doktor në shtator. Kjo doktor në shtator do të jetë për aq kohë sa ai do marrë përgjigjet që në fakt unë nuk i kam shumë për të sa i kam për elektoratin tim, se nuk jam shumë e mërzitur që ka bërë pjesë Sarën, po jam më shumë e mërzitur që ka bërë pjesë elektoratin tim. Se janë njerëz cilët me mishe me shpirt kanë punuar për kandidaturën time, i kanë besuar kandidaturës time dhe mënyra se si ai shfaqet duket sikur këta të 20.000 kanë shkuar me pistoletën ke koka dhe kanë shkuar atje ke kutia votimit, gjë që nuk ndodh. Dhe sapo të përfundoj shpjegimet me doktorin, jo se mi ka borxh dhe jo se ja kam borxh, por sepse kam një elektorat që më pret të vendos disa pika mbi dhe unë nuk do t'i zhgënjej. Dhe sapo të përfundoj me ta, ju do të shikoni që edhe qasja ime personale do t'jetë krejt tjetër. Unë nuk jam për politikën e vjetër, Roland. Unë jam një vajzë e re. Disa eri kanë dëgjuar këtë unë? Jo, një moment. Ma bërë edhe ti një pyetje më herët, pse ndoshta nuk kam guxuar më herët. Nuk e kam ndjerë të ishte habitati shumë i mirë më herët. Këtë herë, unë e di, e ndjej dhe e besoj, se jemi shumë pranë. Një moment. Jemi shumë pranë një çast shumë historik për Shqipërinë. Ky nuk është një premtim elektoral. Bashkimi Evropian ekziston. Nuk është një fantazi, as e kryeministrit Rama, edhe as e jona, si Parti Socialiste. Ekziston dhe është aty. Dhe unë mendoj që hyrja në Bashkimin Evropian, edhe si studiuese e shkencave politike dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, dhe si një vajzë që i kam përfunduar të dyja ciklet me medalje Ari, dhe kam qenë e dedikuar kryesisht tek kjo marrëdhënie me Bashkimin Evropian, unë mendoj që Bashkimi Evropian do të jetë rregullatori i shumë gjërave që ne ende na sfidojnë si popull në radh parë, por edhe si qeveri në radh të dytë. Kështu që unë dhe gjithë të tjerë do punojmë fort për ta arritur këtë moment historik, jo për hir të historisë dhe jo për hir të bërit buj, por sepse unë besoj që Bashkimi Evropian do rregullojë shumë gjëra. A do pyesi njëri ty Sara Mileva? Patjetër. Patjetër që po. Sara, na jep një mendim për këtë që do bëjmë ne? Patjetër që po, shiko pak. E di sa i kam dëgjuar unë këto në 30 vjet Po nuk e ke dëgjuar nga unë. Jo, Sara Mileva. Po. Ti mendoj që ti do ndryshosh Partinë Socialiste? Aty u vun rresh Pandeli Majko. Kur ishim duke O Sara, Pandeli Majko, 2 herë kryeministër. Më dëgjoj pak. Dhe u vun rresh. Kur ishim duke biseduar të dy bashkë në telefon, ti më the mua, mos më krahaso mua me të tjerë, se unë po thoja ju gazetarët ju. Dhe ky është momenti për të thënë, Roland,
mos më krahaso mua me të tjerët, sepse unë jam Sara, Pandeliu është Pandeliu, me gjithë respektin, dhe të tjerët janë të tjerët. Unë sot këtu kam ardhur të flas si Sara që është pjesë e Partisë Socialiste. E para njëherë nuk e gjykoj se do ketë shumë vende për këto debatet e jashtëzakonshme që ju mendoni, sepse ka disa projekte të cilat ne jemi shumë të qartë, sidomos sipas qarqeve, janë pikërisht projekte të cilave ju kemi dalë edhe njerëzve ju kemi kërkuar. Kjo është që premtime që ju keni bërë. Në qoftë se larg qoftë, nuk i mbani. Nuk ndodh. Nuk ndodh se nuk ka pse të ndodhi. Nuk ka pse të ndodhi. Ani mos fol tani sigur s'ka ndodhur këtu. Po nuk kam pse të ndodhi. 3 mandate ti nuk janë bërë gjitha premtime sa. Patjetër, se nuk janë gjërat kaq thjeshta dhe ju jeni shumë koshient për këtë. Mirë po, puna jon do të jetë shumë e dukshme. Kryesisht dhe specifikisht për qarkun e Elbasanit, se mua aty më zemra, unë e kam të sigurt që ky do të jetë një 4 vjeçar shumë i artë për Elbasanin. E para sepse ne kemi një mandat shumë të fortë dhe jemi një skuadër shumë e mirë që duam bëjmë punët e mira atje, dhe e dyta sepse kemi ca projekte shumë të mira për Elbasanin, të cilat ju i keni dëgjuar mendoj edhe gjatë gjithë fushatës, edhe drejtuesi politike ka shprehur dhe ndoshta nuk është e nevojshme që të ripërsëris. Por në përgjithësi, pa folur vetëm për Elbasanin, sepse është vetëm një hallk e këtij zinxhiri. Unë mendoj që ky do të jetë një zinxhir shumë i mirë që do të na çojë përpara atje ku ne kemi synimin dhe aty ku ne kemi qëllimin, që është Bashkimi Evropian. Dhe si do ta bëjmë këtë? Do ta bëjmë me gjak të ri në Partinë Socialiste edhe në parlament. Atë që njerëzit e kanë kërkuar kaq kohë në fakt nga opozita, se kjo është dhe pjesa më e bukur. Do ti po thuaj që do bëni opozitë opozitës? Ne jemi të detyruar këtë mandat që të kemi edhe pozitë edhe opozit brenda nesh. Dhe në fakt, duke pasur një dinamik të tillë, ku kemi se më kanë gjykuar, kam thënë në një emision në senatorët e Partisë Socialiste dhe komentuesit. Po kjo budallaçka, e di që ne s'kemi senator në Shqipëri, e di që nuk kemi senator. Senatorët janë ata të cilët kanë eksperiencën, vitet dhe kanë të gjithë atë është një senator në thonjza. Dhe këtë do të thoja. Parlamenti këtë herë, përsa i përket Partisë Socialiste, ka gjak të ri, po ky gjak ri ka edhe njerëz të rreni, ka dhe njerëz që dinë bëjnë mirë ato detyrat e shtëpisë në parlament, ashtu sikundër ka dhe njerëz që flasin mirë në publik dhe që unë kam të sigurt që do ta zënë foltorin e parlamentit dhe do argumentojnë dhe do flasin atje shumë. Ke marrë që tani ke zënë vendin Elisa Spiropali për të folur që shtator? Ke zënë radhën atje? Po unë e kam parë që Elisa e ka mbajtur shumë mirë atë balancën e të folurit. Ke një padushmëri për të folur në shtator, doktor në shtator, shumë slogan, doktor në shtator, që kështu sigur ke zënë radhën atje që para do bëhet konstituimi i parlamentit të ri dhe e para që do flasë të marrë fjallën në Saramila, doktor në shtator. Po i flasun dhe nga vëndi, se kam zë, edhe nuk ka problem, do më thënë, mund të flasë dhe nga aty ku dhe e mullër. Nuk është domosdoshmëri që të shkojnë foltore. Se mos do kesh nevojë për bodyguard, se atje ka dhe përleshje fizike. Nuk ka nevojë, e kam të sigur që nuk ka nevojë. Tani, më thuaj diçka për kryeministin Rama. E di që mund të thuash fjalët më të mira, po pyetja ime është, më bëj një çfarë defekti ka kryeministi Rama? Shiko, e di që kjo është pyetja që zakonisht shumë të rinj i ka bërë që të bëhen meme. Edhe ti duhet t'jesh koshient për këtë. Pra, nëse ka një gjë që të rinjt i normale, pse? Jo, nëse të rinjt i marrin. Edhe unë mendoj që ndoshta marrëdhënia me kundërshtarin, apo marrëdhënia me opozitën, ndoshta mund të kishte qenë më e mirë. Dhe sot mund të ishim në terma ndryshe. Ndoshta më e butë, ndoshta më konstruktive. Ndoshta kjo mund të jetë fjala më e gjetur. Më konstruktive. Dhe unë mendoj që kryeministri Rama ka pasur peshën për ta bërë. Kam sot edhe arsyet e mia pse mendoj që nuk e ka bërë dot, sepse e shoh të gjithë qasin e palës tjetër, por unë do kisha dashur, si një vajzë e re dhe si një qytetare, që të kisha pasur një imazh pak më konstruktiv të debatit midis opozitës dhe pozitës, dhe këtu ai e ka pasur peshën për ta bërë. Mirë po, i kuptoj dhe arsyet pse s'ka bërë, në këto terma jemi. Ashtu sikurse patjetër mendoj që ka disa politika ekonomike cilat mund të ishin bërë më mirë. Unë nuk jam e fushës, por ekspertë ndryshëm i kam dëgjuar edhe në televizion, japin argumentat e tyre. Ndoshta për sa i përket sferës ekonomike, mund të kishin bërë më mirë në disa politika.
ka patjetër vend për përmirësim dhe patjetër që ka vend edhe për ndryshim. Dhe ajo çfarë më pëlqej më shumë tek kryeministri Rama është pikërisht kjo, ndryshe nga gjithçka që njerëzit thonë dhe perceptojnë për të, ai në fakt gjithmonë vepron ndryshe. Pra njerëzit e perceptojnë jo po diktator, jo po një njeri që ushtron të gjithë presionin parti, jo po një njeri që vendos për gjithçka. Dhe ti sot papritmas je në një parti ku ke kaq shumë të rinj dhe ku ke kaq shumë figura të reja në parlament, të cilët ndoshta edhe nuk i menaxhon dot. Domethënë, e dikush është diktator. Ai që shkon edhe në listë të sigurt, fut ushtarët e vet të përhershëm, edhe qef o qef, dhe thon korçarët qef o qerata, edhe rrin aty me të njëjtët që në vitet kur unë ende s'kisha lindur, do kenë koleg disa figura të cilët kanë qenë ende tek barku i mamas kur ata kanë nisur atë karrierën politike dhe rrin vegjetojnë aty gjatë. Ndërkohë ke një alternativë komplet tjetër, një rifreskim tërësisht parlamentit. Okej, kryeministre, ti se kryeministri politik i Rama, po. Ama tani mos e themi kaq shumë se po sikur kryeministri të bëj ministre. Tani edhe kjo është delikate se që nga mënyra se bën pyetje të bën kryeministre. Po të bën sa i të bën. Patjetër, unë mendoj që ka një gjykim. Dhe ai s'u pyet fare, domethënë ai lexon emrat, siç edhe dëgjon siç e dëgjoj unë dhe dëgjon edhe ti. Edhe s'ka pyet njëri. Ashtu funksionon. Ashtu janë bërë tjerët më. Pse se dik të ti? Sa gjëra do mësosh ti aty Sara. Ti do jesh në mbledhje, do jeni live, unë e ndjek dhe ti do thosh Sara Mila, ministre e punës së çështjeve sociale. Çfarë do thosh ti? Tani kam një pyetje. Ti mendon që është kështu, apo e bën ai që ju ta kuptoni kështu? Jo. Kjo është kështu që ç'kemë të. Mirë, s'ka problem. Secili ka përgjigjet e veta. Çfarë do thosh? Jo, s'dua. Do ti do thosh jo? Jo, nuk po flasim për këtë. Ti the që shkon dhe askush nuk e di dhe i thot vet. Unë mendoj që e lë ai të duket kështu. Por nuk mendoj se është kaq spontane dhe nuk mendoj se është kaq e pastudiuar i gjithë propozimi. Sara, më thuaj diçka se ke filluar atë shkollën tani ti bashkë me këta 53 të tjerë, po. Të rinj. Jemi 39 saktësisht atje, sepse pjesa e akademisë politike janë ngushtuar, janë bërë pak, po jeni 54 kështu. Ne jemi 54. 54 të rinj. Po. Që nuk kemi qenë ndonjëherë deputet. Që janë për herë të parë deputet. Po. Mirë, por 39 që s'keni asnjë funksion të lartë. Që ministër, zëvendës ministra ose kryetar bashkie. Edhe kryetar bashkie, po, pushteti lokal. Po. Ne jemi 39 nxënës, student tek Akademia Politike. Sara, më fal një herë, tani më thuaj çik shkollat e tua, pastaj kalojmë te Akademia Politike. Ti ke mbaruar shkollën e mesme? Unë kam. Gjimnaz? Po. Ernest Kolishi ka qenë. Këtu në Tiranë. Po, këtu në Tiranë. Pastaj ke mbaruar universitetin? Po, Universitetin e New Yorkut për shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Po. Gjithashtu edhe masterin shkencor për marrëdhënie ndërkombëtare. Ka një sistem pak ndryshe sistemi amerikan, sepse nuk është 3+2, po është 4+2. Kështu ka qenë dhe në rastin tim. I kam përfunduar të dyja ato me medaljen e arit. Medalja duhet 30. Po. Aktualisht unë jam edhe në fillimit, edhe në fillesat në fakt të po bëj dhe po mbledh gjithë materialet, sepse do të futem edhe doktoraturës. Prit stop tu tani, se po flet me doktor shkencash kështu. Çfarë time ke doktoraturën? Jo, sa po filloj thash. Nuk e ke. Jo, nuk e kam. Po mbledh gjithë dokumentat që duan për të aplikuar. Por e di që do jetë diçka që ka patjetër lidhje ndoshta me marrëdhëniet diplomatike që janë. Jo, nuk e kam. Jam duke e filluar. Ke për talent tani deputet. Më. Do thosh më. Po di ç'është doktoratura po jo? Doktoratur. Po ti do bësh deputet apo do bësh me doktoraturën? Të gjitha. Të gjitha? Të gjitha. Jo, nuk e lë sepse unë në fakt Roland për gjithë ata që më njohin, po kjo vlen për ata që nuk më njohin, jam njëri që e dua shumë shkollën, edhe nuk e imagjinoj dot jetën pa që në kushtet duke mësuar apo duke studiuar. Tani shkolla tani më fundit është kjo Akademia Politike. Kjo është një eksperiencë shumë ndryshe. Sa kanë lektuar dhe tani sa kanë dhënë leksië? 3 lektor. Fatmir Xhafej, ka qenë Rion Braça dhe Niko Peleshi. Tani nga këta 3 kush pëlqen shumë tani? Shiko, që ti përfitove shumë dhe... Po, në fakt kanë pasur veçanti të ndryshme gjithsesi. Se zoti Xhafej ishte te pjesa juridike më shumë. Po, unë mendoj që për sa i përket informacionit,
informacionit tërësisht dhe bruto akademik, Fatmir Xhafaj na dhuroi më shumë informacion. Më interaktive klasën e bëri Niko Peleshi dhe eksperiencë më shumë personale ndau Erion Braçe. Kështu që këtë tre kishin nga një specifik, por ne kemi kaluar vërtet shumë mirë. Në fakt, dua ta theksoj pak këtë, që Akademia Politike njerëzit mendojnë që ne në 1 muaj do mësojmë se si të jesh deputet. Patjetër që nuk ndodh. Ne do marrim informacion paraprak, ne marrim një eksperiencë paraprake nga ata që e kanë jetuar këtë gjë prej kohësh, disa këshilla kryesore dhe absolutisht nuk po pretendojmë që në 1 muaj të dim gjithçka për mënyrën se si funksionon apo si do funksionoj me ne. Ajo që mua më pëlqen shumë nga kjo eksperiencë është sepse na bën shumë mirë edhe për të njohur me njëri tjetrin, për të njohur pak nga backgroundi i secilit. Ju se njihni njëri tjetrin fare. Po nuk e njohim, shiko, ka aty që e njohin njëri tjetrin sepse për shembull shumë të rinj kanë rrugtuar, po pra, për te qarkut disa njihen sepse kanë rrugtuar në strukturat e Partisë Socialiste. Mund të kenë qenë pjesëtar të shfreshit në të njëjtën kohë dhe kanë pasur her pas here takime me njëri tjetrin. Ti vetë një njëri aty? Unë përveç Qarkut Elbasanit dhe ata kandidatë të cilët vinë nga deputeti që duam, me të cilët gjithashtu kam rrugtuar më përpara me ta, jo. Sara, si të kanë pritur ty aty në BSE? Tani ti ke intuit për te, asa që themi intuit e vajzës e femrës. Si të kanë pritur? Më kanë pritur shumë mirë. Tani frenoje, frena dorë s'ke farë. Më mirë se që prita. Jo, frena dorë s'ke farë. Po prit se s'ke filluar njerë. Ore, aty brënda BSE aty të hanë moj, se ti pjota të vjetrate. Si aman? Mos u bë se Alizoti me këtë të ngrënën. Sa i tha u bëra vegetarian. Kështu tha, u bëra vegetarian. Më bërë dhe mua këshu, si Alizoti. Ta të bëra vegetarian. Do aty kur të filloj ajo beteja tamam, aty do ta thuash çfarë do. E kam një përgjigje. Përveç faktit që më kanë pritur shumë mirë, e di a priori që ekziston një garë në Partinë Socialiste, një garë e përhershme, jo thjesht një garë në fushat. Dhe mendoj që një konkurim me fjalë. Po pra, ka garë midis figurave dhe mendoj që kjo ka ekzistuar gjithmonë dhe mendoj që kjo është një nga arsyet kryesore sepse Partia Socialiste është ajo që është sot, e cila nuk një humbje, e cila është gjithnjë në përmirësim të vetës dhe ka sot besimin e shumicës qytetarëve të Shqipërisë, sepse ka dhe goxha konkurrencë ndërmjet vetes dhe mua kjo gjë më pëlqen shumë. Ta them me sinqeritet plot këtë gjë, që ka politika. Po kur do vësh re kështu që të bëjnë intriga, stërkëmshet? Po, unë gjithnjë i kam vënë re këto gjëra. Ka intriga. Po jo, si reagon ti? Kudo ka intriga. Kudo ka. Nuk ka vetëm politik. Unë kam pasur intriga në shkollë, kam pasur intriga në sektorin privat, në media, ti e di mirë sa intriga ka në media. E kam përgatit një pyetje. Po pra, ka shumë intriga në media, ka intriga në administratën shtetërore, ka intriga kudo, është brenda natyrës njerëzore, duke i menaxhuar. Menaxhuesi mirë është ai që në fakt del mirë në fund. Se ke provuar këtë politikën dhe këtu doli fanoli pa aftë, jo Saramile. E ka shumë qef të më krahasoj. Ti më bën ndershë më krahasoj në fanolin, po në përgjithësi e ke me qef të më krahasosh dhe unë do të krahasoj herë tjetër. Tani, Saramila, të lutem më tregojnë çik për përvojën tënde më të bukur që unë të pëlqej nga gjitha gjërat që në Top Albania Radio. Po. Kur punove dhe sa vjet? Po, kam edhe një, është interesante në fakt, sepse gjërat në jetë më kanë ardhur pak, nuk është se i kam kërkuar. Nuk ka hapur derën pra? Jo, nuk është se i kam kërkuar, sidomos kjo çështja e medias, ishte shumë e thjeshtë. Unë kur përfundova, isha duke përfunduar studimet për shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Unë kam qenë një nxënëse me gjitha dhjeta edhe në maturën shtetërore dhe të jemi sinqert, familjarët edhe prindërit e mi, jo, përveç matematikës, nuk ka qenë pika ime fort kurrë. Çfarë morë matematikën? 8. Anglishten. Kam qenë 4 dhjeta dhe një 8. Se ne kemi pasur 2 lëndë. Pas ke marrë medalje ari pastaj? Jo, unë kam qenë me mesatare 9.9. Edhe merresh medalje? Edhe kam qenë, jo medaljar, po kam qenë studente, edhe kur jam futur në universitet, kam pasur një pjesë të mirë, kam pasur bursë, prej shkak të rezultateve të larta. Dhe duke qenë se kur ti je me nota shumë të mira, pretendimi është minimalisht juridik. Do më thënë, është mjekësi, është inxhinjeri. Minimalisht e pranueshme janë shkencat juridike. E unë me këtë dëshirën time për shkenca politike, e bëra pak me kokën time se zgjedhje sepse e doja shumë. Dhe çfarë ndodhi kur isha duke përfunduar studimet,
isha përpara faktit që nuk kishte një vend pune për mua, sepse duke qenë një deg shumë e përgjithshme, edhe një deg e cila, si thoshte edhe një pedagogu im, mund të t'japi një post, por nuk të jep zanat, dhe duke qenë një edhe u shkova ke posti. Po, shkova ke posti. Jep një post, po jo një zanat. Mundet, thoshte, të t'japi një post, po zanat nuk të jep. Sidomos në Shqipëri, duhet të thënë kjo, sepse jashtë vendit shumë studiues shkencave politike ingranohen në gjithë to fushat ku ka studime të mirëfillte kërkimore, mirë po në Shqipëri është ende pak e vakët si hapësirë. Tregu është i vogël. Patjetër. Dhe unë e gjitha veten pak me duart lart, edhe nuk doja të dështoja tani, se i dilja tjerëve që kisha bërë një zgjedhje në cilën do dështoja, dhe media ishte një vend ku ti mund të afroheshe edhe pa përfunduar gazetarin. Unë e kisha një lloj prirje dhe e dija që shkruaja mirë, po edhe që nuk e kisha shumë problem të flisja dhe këtë e dija. E kam nisur fillimisht në fakt me këto mediat online, bëja part-time gjatë kohës që punoja. Në cilin portal? Ka qenë një portal që u hap fillimisht ishte ditët e para aty kur shkova Blitz.al është shkruar. Blitz, kush e kishte këtë? Kanë qenë këto vajzat, edhe Aulona, edhe Fatma, Aulona Musta dhe Fatma Axheliu dhe Jonida Liçkolli, e cila është gjithashtu në radio. Edhe unë kam shkuar shumë rastësisht atje, ato më pëlqyen. Në fakt Aulona më ka thënë një shprehje atëherë kur bëm intervistën bashkë, unë isha 19 vjeç, ajo kishte një eksperiencë media dhe më tha, Sara, ti je shumë mirë, tha, po ti je më e kualifikuar se ç'duhet për këtë pozicion pune. Edhe unë i thash, nuk ka problem, unë thjesht dua që të kem, dua t'ja nis diku. Dhe realisht kisha një dëshirë jo vetëm për të punuar, te Blitzi gjithmonë. Po. Sa punove atje? Kam punuar ndoshta 3 vite, po. 3 vite te Blitzi. Por gjatë kohës që punoja, bëja të shkollën, punoja edhe në radio. Aty pastaj ka qenë katalizatori me radio. Kush futi te radio? Jonida më tha që ka audicione, Jonida Liçkolli, ajo është speaker në Albania Radio, vazhdon të jetë edhe sot që flasim. Edhe ajo më tha, ka ca audicione, tha, e ke zërin shumë të mirë, hajde. Nuk e kisha me ndonjë kështu dëshirë, kush e di se çfarë, por dëshirën për të përfshirë e kisha. Edhe ashtu. Pra fitove. E ka në i garë që se ke fituar ti? S'ka. Atëre, sa vjetë punove në radio? Po dhe aty, një 2 vjeçar, 3 vjeçar i mirë. Çfarë drejtove? Ka qenë një emision mëngjese, nga ora 10 deri në orën 12, Live from Tirana. I kishte gjithë, kishte edhe politika? Kishte edhe aktualitet. Morën në intervistë në politikan? Në fakt nuk ka funksionuar me intervista, sepse përpara emisionit tim ishte Wake Up, i cili e zauronte edhe pjesën e aktualitetit, kështu që më shumë ka qenë me lajme dhe që unë i transmetoja. Kush ishte shoqja jote më mirë në kompaninë Top Channel? Po të gjithë kolegët e radios. Jo, më thuj disa emra se ti. Ata janë shumë të mirë. Jonida, Elona, Olti, pra të gjithë Duro. Po? Elona po? Po. Kanë qenë vërtet shumë të mirë. Ka qenë një periudhë Olti Curri në radio. Curri? Po, ka qenë aty? Këta mbaj mend më shumë, sepse me ta e kam darë. Me televizionin nuk e përzirë fare? Jo, shumë pak. Kam qenë thjesht si e ftuar disa herë për dhënë ndonjë opinion. Ku ke qenë e ftuar? Kam qenë tek Ftesë në 5, kam qenë unë kam qenë tek Greta Duma, kur kisha këtë eksperiencën time tani ke deputeti që duam. Jam njëri që jam Jo, më përpara vetëm tek këto emisione, tek emisionet për të rinjt, ka qenë Pop Culture, jam ftuar disa herë dhe atje. Do më thënë, kam pasur disa dalje televizive, sporadike sigurisht, edhe në basta asaj që unë bëja. Në një gazetar apo gazetare, që e ke për zëmë, kështu që do të thuash. Jo, e di pse, shiko. Jo, e di për çfarë. Jo, nuk e kam atë hall, se ata më kanë mërzitur shumë mua këtë periudhë, kështu që mirë do ishte të mërzitja edhe unë. Përveç këtij që thash unë. Jo, nuk ka lidhje. Ma thuj një emër kështu që. Po ky s'është, nuk hyn mendoj unë tek gazetarët. Por ajo që në mendimin tim jo, ajo që unë në fakt Roland që për fillimi duke qenë se kam punuar dhe vetë media, kam pasur një ndjesi shumë pozitive karshi gjithë gazetarëve, moderatorëve, sepse më dukej sikur isha midis të ngjashmëve të atyre që dikur dhe nëse do të kisha ecur në atë rrugë do t'i kisha edhe kolegë në vazhdimsi. Do më thon tani që po bësh si kryeministri Rama, po nuk e kam ndjerë mbështetjen. Si vajzë e re në politikë dhe si një figurë e re, nuk e kam ndjerë mbështetjen. Do kisha dashur të kisha gjetur një frymë pak më pozitive, pikëspari profesionale,
që ka munguar. Sot që flasim, asnjë gazetar nuk më ka marrë në telefon, përveç se të më ftojnë, se për të më ftuar më kanë ftuar të gjithë, dhe nuk më kanë kërkuar minimalisht një CV. Edhe të më thonë, Sara, tek emisioni im hidhet shumë balt për ty, tek një emision konkretisht u fol që unë isha dhe fotografe, nuk kam asgjë me fotografët, kam gjithë respektin e mundshëm për çdo profesion, sepse sinqerisht unë kam punuar që vajzë e vogël, por një përhapje lajmeve të rreme pas një lloj etike profesionale dhe pas një lloj dashamirësie për ta njohur njëherë këtë vajzë, për të komunikuar njëherë në telefon, ose ndoshta për t'i thënë paraprakisht mua më vjen keq për gjithë këtë që ti po përjeton, por a mendon se është mirë për ty që të vish dhe të flasësh, pra mënyra nuk më ka pëlqyer. Qasja ndaj meje nuk më ka pëlqyer. Shpresoj dhe besoj që të ndroj pak në vijim. Do ndryshoj mendim. Unë kam... Sara, do ndryshoj mendim si ndryshova unë. E ndryshove ti? Unë ndryshova, e kam thënë publikisht. A e thash? Unë e kam thënë publikisht, tani më shumë se kaj që të bëj unë. Tani kam një pyetje. Sara Mile, si gazetar... Mila, më fal. Sara Mila si gazetare, çfarë pyetje të fortë do t'i bënte Sara Mila si kandidate e sapo zgjedhur deputete? Që do t'ja bëja vetes time. Është pak e vështirë. S'ta ka bërë njëri këtë. Po, është pak e vështirë. Unë mendoj që, në fakt, e gjithë pyetja do vërtitej pikërisht këtu, që a mendon se do të kesh mjaftueshëm energji dhe fuqi për të qenë kjo që je sot deri në fund dhe politika mos të ndryshoj? Përgjigju tani. Kjo është një nga frikrat e mia më të mëdha. Ndoshta ma kanë bërë dhe njerëzit që ta kem frikë të gjë. Sepse sa herë që kam trokitur dyerve dhe kur jam larguar, më kanë thënë, aman mos ndrysho, të lutem mos ndrysho, të lutem vazhdo qesh, të lutem një pozitive, ki këtë energji. Dhe një nga frikrat e mia më të mëdhaja është mos ndoshta ka ca doza zymësie që politikat mi japi. Shpresoj që jo dhe do bëj të pamundurën time për të mos qenë ashtu. E di me që të ta mbyll, Sara? Këshillin që të ka dhënë mamaja jote. Kujt i ke ngjarë, mamit apo papit? Pak më shumë papit. Pak më shumë papit. Po. Këshillin që ka dhënë mamaja jote. Pse mamaja? Sepse sa do të na japi babi, jeta aty te mamaja është ajo që të ka mbajtur 9 muaj në bark. Shiko, mami im është ndoshta personi më jo aprovues i kësaj situatës time. Kritike, ha? Kritike në sensin e... Ajo nuk e ka dashur ndonjëherë projektorët mbi vete, është natyrë shumë ndryshe nga unë, as pak e ekspozuar, as pak tipi hedhur, qëndron në privatën e saj. Bashkë me babin punojnë tek biznesi privat, ndihmojnë njëri tjetrin, dhe nuk është se ka një pozicion të saktuar. Në kohën kur ishte për të mbaruar shkollën, mamaja ime mercologji ka mbaruar, por nuk e ka ushtruar ndonjëherë profesionin për shkak edhe të ndryshimit të regjimit. Dhe ajo në fakt është shumë familjare, është e drejtuar shumë nga formati tipik i të qenurit, një vajzë e cila bën shumë për familjen edhe dedikohet shumë tek vajza. Te gatimit, e rritja, te kujdesja. Paka shumë, ajo këtë gjë ka bërë në maksimumin e saj më mua. Mercologe? Po, në maksimumin e saj më mua. Mirë po, e disi që ndron Roland dhe këtë në fakt, ndoshta dhe për ta mbyllur dhe për ta dhënë dhe si mesazh për të tjerat. Sidomos vajzë, sidomos në politik dhe sidomos në Shqipëri, është jashtëzakonisht e vështirë. Unë po e ndjej që tani dhe madomendja s'kam parë gjë akoma, se ç'është edhe ajo shpreha famshme, s'ke parë gjë akoma. Mirë po dikush duhet ta bëj. Disa duhet ta bëjnë. Dhe unë e pëlqej shumë këtë shprehje amerikane breaking the cycle. Ta prishësh ciklin, që do të thotë, ekziston një mundësi që ka një cikël që vajzat dedikohen më shumë këtu dhe nuk arrin dot që të bëjnë edhe familjen edhe karrierën, po nga pak dhe s'bën asgjë mirë. Jo, unë dua që disa persona ta thyen këtë rregull. Dhe ne ta thyejmë këtë rregull. Unë fillimisht për vajzën time, për brezin e ri dhe për ato që na ndjekin edhe që ndoshta ndonjëherë, për krenën patjetër, për cilën kam pasur ndjesit më të mëdha të fajit gjatë gjithë kësaj periudhe, qoftë për mungesën time fizike në familje, po qoftë edhe për mungesën time emocionale ndoshta, sepse kjo gjë të merr edhe shumë pasion, të merr edhe shumë energji, të merr edhe një pjesë të mirë të dashurisë. Dashuria për politikën edhe për atë që ti do të bësh mirë. Kështu që nëse ka një njeri cili duhet i kërkoj ndjes paraprakisht për këtë hyrjen time në politik, është pikërisht vajza ime. Por
Është dhe arsyeja edhe qëllimi. Kur krena të rritet, unë dua që të mos jetë më anormale që një vajzë e re t'ja dali edhe në politik, edhe duke mos qenë burr, edhe pse se prandaj më faturojnë mua burra nga mbrapa, se nuk e konceptojnë dot fare se si një vajzë e re mund të ketë një forcë e jashtëzakonshme dhe mund të ketë një dëshirë të jashtëzakonshme për t'ja dalë. Por unë do ta bëj këtë punë sepse e kam ndar mendjen dhe dua shumë që kur krena të jetë ndoshta në moshën time dhe në kushtet e mia kur të ketë vetë fëmijët e saj, të thotë mami im e prishi rregullin dhe unë sot jetoj e qetë edhe e lumtur pa pasur frikën se një vajzë nuk guxon dot edhe në Shqipëri. Si ishte intervista? Se ishe po aq paragjykuese. Po, shumë paragjykuese. Sepse unë isha paragjykuese për ty. Si ishte intervista? Po unë ta thash edhe në... Jo, lere, fisë më the, po them si ishte. Ishte shumë mirë, shkoj shumë mirë, do të falenderoj. Roland, thjesht kjo është e gjitha që unë dua, që njerëzit dhe sidomos media tashmë të ma japi, kohën. Kohën për të më njohur, për të parë nga unë, por dhe kohën për të më testuar. Dhe pasit më testoj, dhe pasit më shohi në punët e parlamentit, le t'i nxjerri të gjitha konkluzionet që duhet të nxjerri. Po mos të marri për burim kryesor kundërshtarin tim politik, cili nuk isha menduar ndonjëherë që do ta kisha kundërshtar politik, sepse është në moshën e gjyshërve të mi të ndjerë. Sara Mila, unë të falenderoj për intervistën, të uroj suksese në mandatin tuaj si deputete dhe të uroj t'i mbash të gjitha premtimet që ke bërë, sepse kjo është ajo që të përcakton ty se kush je. Sot unë e njoha, po themi maksimalisht Sara Milën, shpresoj që dhe ju që keni ndjekur ta keni njohur Sara Milën, kjo ishte Sara Mila. Më pëlqen që the Mila. Kjo është shumë e rëndësishme. Sara Mila. Kjo ishte Sara Mila. Ky ishte emisioni im për sot nga Ura Lançafoku, mirupafshim.